Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Joana. Unë jam Manjula. Dhe unë jam Marko dhe si gjithmonë për te kamerave kena producentin e Oda Podcast, Elvisi. Sonte ne kemi një djalë shqiptar nga Vlora, ardh në një moshë shumë të re, 17 vjeçare, kryen studimet e shkollës mesme, shkollës lartë, arrin bëhet avokat, edhe sot për ne kena edhe për ju Renis Nushe, që në të ardhmen ne do ta shohim edhe në Senatin e shtetit tonë të Michiganit. Mirë se erdhe Renis. Faleminderit, që ka mirë që ku bëhet kur dëgjon komplimenta për që ka shumë mirë me ta drejtën. Ja, jam dhe tanat meritume, sepse shqyqysh zotit jena komunitet aq i madh, por edhe aq i vogël në të njëjtën kohë, edhe njihena prej shumë viteve. Vërtet. Edhe është kënaqësi e vërtet me të pas ty sonte këtu. Faleminderit, kënaqësia është e ime, faleminderit gjithë juve që më keni ftuar sot. Mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë. Tashi po e marron si duket situatën këtu. Jemi gati, shqyrë zotit. Të shumë fola shumë pak për ty, që me na fol ti më shumë. Rafsh patjetër. Në më talon në erën tytesh. Faleminderit për ftesën, faleminderit për prezencën, faleminderit për punën që bëni. Unë jam para zgjidhjes jam fan i Oda Podcast. Bashkë me Nusën e shohim gjithmonë me ta drejtën. Se mos ato reels e keni shumë të bukur, kështu që ishte kënaqësi, kështu që prandaj sapo më kontaktoi Elvisi, unë s'kisha nevojë ta menoj afare për kundra, si e thash po. Unë jam ashtu sikur se ne normal unë dhe Manjola njihemi prej vitesh, po edhe me Joanën normalisht. Unë kam ardhur si gjithë neve, kemi ardhur në emigracion herës, kam qenë 17 vjeç në 1997. Edhe kam mbaruar shkollën e mesme këtu, vitin e fundit të shkollës mesme, pastaj kam vazhduar universitetin, kam punuar normalisht si gjithë ne që kemi qenë në emigrant. Kemi punuar, kemi shkuar në shkollë, kemi bërë gjithë ato mirat që kanë qenë nevojshme për. Nuk ka kena që lej sa shpejt po e thu. Po normal. Sa shpejt do ma domania që nuk ka shkuar shriat. Normal. E kemi në një farë emigracioni në emigracion siç e dim që të gjithë neve, përballesh me lloj sfidash dhe në një farë mënyrë duhet i zgjidhësh gjithë ato sfida, prandaj dhe jemi këtu sot, sepse dashur pa dashur kemi qenë suksesshëm në gjithë ato hapa që kemi hedhur. Edhe ajo është diçka pozitive si për ne personalisht, për familjet, ashtu dhe për gjithë komunitetin fundit. Unë kam mbaruar shkollën e lartë këtu, studiova për shkenca politike dhe histori, dhe pastaj vazhdova dhe juridikun dhe kam që për 16-17 vjetësh që punoj si avokat këtu në komunitetin tonë, dhe ajo ka qenë normalisht privilegje dhe kënaqësia e jetës time që të përfaqësoj këtë komunitet gjatë këtyre viteve. Ky është komunitet që ashtu sikur se do në fundit ka sakrifikuar, ka bërë punë të mahnitshme në mënyrë që të arrijë gjëra që ka arritur dhe ka arritur shumë, dhe tani ka ardhur koha që ne të arrijmë edhe më shumë akoma. Jena krenar, sepse je një në ato breza që ke ardhur në fillimet kur kanë noll ato iket nga Shqipnia, dhe si ti edhe shumë të tjerë që jena krenar për ju, nuk ke ardhur edhe më thonë që okay, që tri në një nivel, po ke dashur me shku nelt e manelt, edhe sot jena edhe më shumë krenar, sepse don për me na përfaqësua dhe me vu drejtësi, me vazhdu me vu drejtësi në një shkallë më të lartë. Absolutisht. Edhe mos harrohem se unë sot ta mora vesh që Marku ka mund me 3-4 vjet para me. Edhe unë më merr, kam marrë fillim fare, kam qenë aeroplan, që kam qenë aeroplan ndërkohë që po vija në Amerikë për herë të parë me një shqiptar nga shqiptarët e Malezi. Edhe normalisht ne kemi shkruar në ballë që jemi shqiptar. Edhe detyrimisht njohëm njëri tjetrin dhe duke qenë se konsideruam që ishim ulur afër, bënim muhabet, dhe atëherë më mend se sot më pyeta po sa kohë ke qenë në Amerikë. Sa i më dha përgjigjen, tha kisha 20 vjet. Atëherë më duk, nonë se është 20 vjet, çka ka ndodhur, pastaj si mund të kesh kaq kohë në Amerikë, po tani që jemi bërë gjithë nga 30 vjet, që aty nuk 32. Mos të hati. Ke parasysh? Të shem kupton Tani hallë vetës, nuk e di, është pa. Normalisht ajo puna gjithë këto vite në një farë mënyrë na ka dhënë drejtime dhe aftësinë që të mbërrim këtu ku jemi sot, edhe të bëjmë këto lloj të hedhim këto hapa që mundohemi të hedhim sot, që janë hapa në të rëndësishëm edhe në përfaqësimin e këtij komuniteti. Edhe përfaqësimi është i shumë llojshëm. Normalisht përfaqësimi i komunitetit është edhe ky që të kemi
podcastin tuaj që është Odës, që është podcast i fundit, unë jam tash edhe e them sinqerisht atë që jam fan i këtij podcasti, sepse është me vërtet diçka me vlera për komunitetin ton, edhe për te komunitetin ton. Kjo është një mënyrë ideale të përfaqësuarit këtë vend, këtë komunitet, këtë grup shqiptarësh ku jemi ne këtu. Po gjithashtu edhe gjithë shqiptarët e tjerë, në halkat e tjera të emigracionit ku jemi ne, që përfaqësojnë komunitetin, që bëjnë të njëjtën punë dobishme, të larmishme, që me vërtet ka nevojë për ndihmë, për mbështetje, dhe ju me këtë punë që bëni, që ftoni njerëz si puna ime, bëni mbështetjen kryesore që është mos e nevojshme për të gjithë ne. Kështu që për ato ju falenderoj sinqerisht të gjithëve, që të katërve. Faleminderit ju. Ernest. Jo, sot i thosha faleminderit. Me që jeni edhe avokat, Po. ju lutem më merr leje manjols edhe Gjon që ta bëj një pyetje. Sa dush. Herë, ndërsa me falenderu që kjo në ke pranu marrë në Oda Podcast, ftesa jonë ishte e menume aq mirë, sepse na mundona me pru këto individ si jo, që t'jenë shembull, jo vetëm për me na ba Odën i fije ma me vlera, me na dhani i fije, si me thonë, një shka me që një shka ma të naltë, por njëtën kohë, une si Mark edhe na si Odë, kena qef mi të regu gjithë emigrantave, ku të që në përbot, gjithashtu edhe njerëzve tonë që jetojnë në përtrojet tona, se sa kanë vujt emigrantat, por edhe çfarë arritjesh kanë bë emigrantat në fushat të ndryshme, edhe ju jeni një shembull për atyne, dhe rinia duhet me marrë shembull, kurse brezi më i madh duhet jena krenar për djemë si ju, që ja zbarë një faqe një vetëm familjes dhe vetes tuaj personale, por gjithashtu edhe vendinjes për nga vijim. Po. Kisha një pyetje si fillim, ju thatë që keni arë në moshën 17 vjeçare, Po. histori emigrantash, por malli edhe komunikimi me vendinjen si ka qenë gjatë tyre viteve. Po. Faleminderit, Rafsh Mark, faleminderit për fjalët e këndshme. Unë normalisht kur erdha si të gjithë neve, kur kemi ardhur fillim fare, kemi qenë atë trysninë e emigracionit hershëm. Detyrimisht edhe aftësia për të lëvizur që këtu ka qenë më shumë e limituar. Unë në mënyrë të më e hershme, vitin e parë isha atë shkollën e mesme, mbarova vitin e fundit shkollës mesme. Pastaj për te ati viti fillova me herë shkollën e lartë. Dhe hera parë që ktheva në Shqipëri ishte në 2001-shin, mbas kisha 4 vjet që kisha këtu. Edhe ajo ishte shumë e vështirë, se ju e mani mend vetë që ato vitet e para, qoftë nga ambientimi, qoftë nga shoku kulturor, nga fakti që akoma si ishim përkushtuar vendit ashtu si duhet. Ajo na krijonte një farë boshllëku dhe edhe më të madh nga që çdo kishim mbase mundësinë që të eksperimentonim me vetveten, po të vinim një ditë si puna në një realitet si puna e realitetit sotëm, sepse në opinionin që kur kemi ardhur në fillim fare në gjeneratën tonë, ka qenë mbase pak më vështirë se sa shqiptarët që vinë sot, kur Shqipëria vjen nga një farë mënyrë, ka një farë baraspeshe, jo se është një lloj me Amerikën apo me vendet e tjera të botës, po detyrimisht ka baraspeshe. Janë hapësyt pak, nuk është si ka qenë atëherë. Rruga e parë që kanë bën jashtë Shqipërisë ka qenë për në Amerikë. Në fund fare. Dhe ky është një realitet që mbase sot nuk ekziston në Shqipëri. Edhe ajo është diçka e veçantë. Kështu që pyetja juaj ishte me të vërtetë me vend, edhe kam përshtypjen që përgjigja është pak a shumë një lloj për gjithë neve. Gjithë kemi vujtur më shumë mbase nga ç'duhet, largimin nga Shqipëria, edhe kemi vuajtur prezencën këtu, atë metodën e re dhe stilin e re të jetesës, shokun kulturor kemi përjetuar më rënd, megjithatë ato na kanë në një farë mënyrë na kanë forcuar atë vullnetin në mënyrë që të arrinim gjërat që duhet të arrinim për veten, për personalisht, por edhe për familjen, edhe për komunitetin, për çdo aspekt jetës tonë. Kështu që në një farë mënyrë, edhe pse mbase vështirësitë tona kanë qenë pak më të theksuara nga ç'mbase do të kishim sot, ato janë dhe ato vështirësi që në një farë mënyrë na kanë bërë atë skulptimin e personalitetit që na kanë dhënë forcën për të ecur përpara në meritët që kemi hequr. Ka bërë shtypje që nuk do ishim këtu në këtë tryezë sot, po mos kishim pasur atë lloj sakrifice dhe atë lloj vullneti për të ecur përpara gjithsesi. Kështu që unë jam i parë që do thosha që ajo është diçka krejtësisht pozitive dhe shqyr fat Zotit kemi pas atë eksperiencë, sigurisht, edhe nuk do ndrojmë asnjë gjë. Ajo është diçka krejtësisht pozitive. Ne e thojmë shumë herë këtu në Odën tonë që përveç se shqiptarët kanë arrit shumë gjana të mëdha, ne kena ardhur në tokën e bekuar, sepse jo gjithkund
shqiptarët munden me u nisi në Amerikë. Dhe jo çdo vend i huaj i ka dhënë mundësinë shqiptarëve, kudo që janë, si ja jep Amerika. Po, Gjana, ti ke absolut 100% drejt edhe ne jemi me të vërtet me fat, sepse kudo që na hidhje do shqiptar do ngeleshim, ajo s'do ndryshonte. Por nga ana tjetër nuk do bësh dot çado që t'isha e cilësia apo vetia apo sekti atij vendi specifik ku do të shkonim. Ndryshe është këtu. Në Amerikë ne jemi bë amerikan dashur pa dashur. Edhe nga i herë në fillim fare, kur vjen fillim fare, nuk e percepton dot atë ide dhe të ndodh gradualisht. Unë sot që flas me ju kam harxhu 2 fishën e kohës që kam harxhu në Shqipëri e kam harxhu në Amerikë. Jam qytetar amerikan për një periudhë kohe më të gjatë nga që kam qenë qytetar shqiptar. Më kupton? Kështu që detyrimisht edhe një farë mënyrë lind në një mënyrë krejtësisht graduale dhe nga një herë pa e vlerësuar është si duhet deri në momentin e duhur të lind dashuria për vendin këtu. Në fillim fare mendon që ky është një vend ku po vi, jam në emigracion dhe në një farë mënyrë relatat janë relativisht teksuara. Po pastaj me kalimin e kohës kur vjen familja, krijohet komuniteti, krijon miqësi që të kalojnë vite, dekada me radhë. Kur krijon lidhje të reja, në farë mënyrë ajo nostalgjia që kemi neve për Shqipërinë dhe vërej që kemi nostalgji dhe për sa nga ato eksperiencat që kemi pas këtu. Që parasysh se kalojmë me dekada të tëra. Ato janë gjëra aq pozitive për vendimin tim, edhe jemi me fat që kemi këtë oportunitet që na parashton vetëm një vend si Amerika, ku kemi aftësinë që të jetojmë në një farë mënyrë dy jetë, edhe si shqiptar edhe si amerikan. Kështu unë jam absolutisht dakord. Patjetër, dhe mendoj që asnjë vend tjetër në botë nuk ta jep këtë mundësi si Amerika, sepse ne asnjëherë nuk kena ni inferiore, asnjëherë nuk e kena ni atë racizmin sikur e ndoshta shumë njerëz në shumë vende të ndryshme të Europës, për shembull në Greqi. Ka shumë shqiptar të aftë kudo në përbot që nuk kanë pas mundësinë që ato të arrijnë ku keni arrit ju sot, veç sepse ato ishin shqiptar. Po, absolutisht. Ajo është absolutisht e vërtetë dhe në farë mënyrë ne flasim për arritje, por në fund fare arritja është e këtij vendi. Kur imagjinon që në 250 vjet shtet amerikan kemi një aftësi. Pa çka shikojmë televizor sot. Me gjithë debatet politike që ndodhen në fund fare, me 250 vjet shtet kemi pasur aftësinë që të krijojmë oportunitet një komuniteti si ky joni. Dhe çdo komunitet që vjen këtu që të kenë aftësinë që të mblidhen bashkë dhe të krijojnë në një farë mënyrë një të ardhme që nuk e kishin ndërruar kurrë nga vendet në të cilat vinë. Dhe ajo është me fjalë ajo është vullneti dhe ajo është një veti e këtij vendi që neve jam dakord me ty. Nuk do gjenim dot asgjë kundër tjetër. Un kam familje. Gjyshja ime ishte zhbër paramet pas tani. Lefteria i kishte gjithë fëmijët edhe nipërit e mbesat në çdo qoshe të botës, si çdo pak a shumë si çdo gjysh shqiptare, ke parasysh, si çdo familje. Edhe ajo thoshte na e bë fëmijët dhe janë bë si zogjtë e korbit në çdo qoshe të botës. E me thënë kur vjen puna në fund fare edhe ajo në moshën e vet kur bënte analiza ishte gjithmonë e tillë që thoshte po shikoj në lidhje me ata fëmijë që kam në Amerikë, në nipën e mbesat që kam në Amerikë, me ata jam i qetë. Edhe ajo në absolutisht nuk ka vot mirëbesimi më të mirë se sa ajo ku një plak shqiptare 80 vjeçare po ti jep votën apo thotë ti jep rregull si shtet. Ke po gjëra ashtu si duhet. Tani shkojmë mbrapa një herë në kohë. Si lindi ideja që ju të studionit për degën e drejtësisë? Faleminderit. Ato ishin unë kisha një histori e vërtetë. Sepse ty jemi këoda. Edhe ju edhe Marku më dha i gotra atje që ta kuptova këtë. Kështu që tani do të thonë vërtetën. Prandaj ma tha gotra. E bëjmë këtu pas ta fal. Qëtrin. Ishte një plan strategjik si vallë. Na ne këtu strategjik në Big Brother pa më shumë. Un kam një kushërin tim që e ka emrin Spartak. Taku ishte pak më i madh në moshë nga unë. Edhe kur erdhi Taku në Amerikë kishte mbaruar shkollën e lartë në Shqipëri. Kishte mbaruar shkollën ke shkolla bashkuar. Kishte bërë shkollë, ju desh ta fillonte nga fillimi sepse shkolla e bashkuar normalisht nuk ju njoh këtu. Edhe bëri shkollën e lartë në lidhje me IT, me Information Technology për kompjuterat. Dhe pastaj qelloi që mbaroi diku në vitet 2000. Mbaroi vitet 2000 edhe atëherë kur radhe gjithë ekonomia në lidhje me aspektet e Information Technology rapper talk, aty u desh shkollë të fillonte prapë shkollë nga fillimi. Që pse s'po gjetë punë atë. Edhe vajti bëri juridikun, filloi juridikun. Edhe më mend erdhi atëherë koincidoi me të njëjtën kohë ku erdhi në Michigan që ta bënte shkollën, ke një nga shkollat tona këtu në juridik, dhe unë sapo kisha mbaruar shkollën e lartë për shkenca politike dhe për histori. Edhe mbaj mend bisedën që bëra me atë, Taku tha,
çfarë do shkosh, çfarë do bësh tani kur mbrëmë shkenca politike dhe histori, sepse që të dy ishim koshent për faktin që me shkenca politike dhe histori, unë do isha kamarieri më i mirë që kishte komunitetit. Edhe Taku pastaj më bëri, çfarë do bësh me këto dy, çfarë do bësh me të ardhmen? Përgjigja ishte do shkojnë për shkenca politike për në master në gjë të tillë dhe ai më bëri një pyetje shumë thjesht me thënë drejtën, unë isha menuar deri në atë moment, që ishte, po pse do harxhosh 2 vjet për të bërë masterin kur mos shkosh 3 vjet bësh avokat dhe të marrësh punë. Edhe në fund fare, edhe pse unë nganjëherë kam thënë dhe historira të tjera, që para se të jep të rakin Marku mbasi do të tregoja prapë. Por tani do të thonë vërtetën me dhënë kredi aty në fshirinë tim, se të mu aq më desh për ta vënë. Edhe kështu që pastaj fillova të vazhdova, kjo ishte normalisht arsyeja që fillova shkollën për juridik. Ndërkohë, në të njëjtën kohë punova për senatorin tonë që kishim atëherë në atë kohë, senatorin Carl Levin, vajta punova në Washington DC për atë, edhe një farë mënyrë dhe eksperienca atje që kisha me senatorin atje, kur jetova dhe punova në Washington DC, edhe ajo më informoi atë dëshirën për të punuar si avokat ose për të bajtur për shkuar për jurisprudencë më vonë, sepse dashur pa dashur ajo eksperienca atje në aspektin praktik më mësoi një të vërtet relativisht hidhur, që ishte që një qytet si Washington DC, të vetët persona që mund ta përballonin nga ekonomike ishin avokatët. Edhe sepse gjithçka ishte shumë e shtrenjtë atje. Kështu që detyrimisht të gjitha ato bashkuan së bashku dhe prandaj unë vazhdova aktivitetin në lidhje me jurisprudencën. Po në fund fare, edhe në përshtatën e personalitetin ka përshtypjen, nuk do kisha as pak sukses, ashtu sikur se të gjithë neve, nuk do kishim asnjë farë suksesi, në qoftë se ato profesionet tona apo hobit, pasionet tona nuk do na përshtateshin me personalitetin në fund fare. Atë desha me ta, sepse është ndryshme marrë thjesht një diplom, edhe ndryshme keni mirë në atë gjëba. Absolutisht. Kështu që, më thënë, e ke pas pak në vetë, e thjesht e ka zvulu atë talentin tënë. Shiko, Marku mua më zbërtheu gjuhën sot në raketën, po në fakt, tamam mund të lapja tërë ditën pa të klipin kërësisht. Masa më se sa kena filluar. Është vërtet që Edhe ne nuk i tregojmë të na gjana këtë në podcast, as sa gota ujë pima, nuk i tregojmë. Normal. Jo për gjë, po nga që kena pak vetëm 10 milion që në shopin, që nuk ka 20 marrë ditën e parë. Majmë sekret. Strategji. Veç ne edhe 10 milion tjetër. Në shpeshherë e përsëris veten këtu të Oda Podcast, sepse e di se jo çdo kush e njeh podcastin ndoshta çdo herë, çdo episod. Dhe krenohem me komunitetin dhe me diasporën e Michiganit shpeshherë, sepse e theksoj që këtu në Michigan kena një shqipni të vogël. Është një shqipni e vogël, të pas parasysh jo vetëm shqiptarëve që janë nga të gjitha trojet shqiptare, nga të gjitha zonat e Shqipërisë, të Kosovës, të Malizi, apo dhe të Maqedonisë, por gjithashtu fatmirësisht kena edhe ushqime shqiptare, pije shqiptare, domethënë veshje shqiptare, çdo gjë që e kena në Shqipëri e kena edhe këtu. Absolutisht. Por unë derisa më theksoj diçka tjetër, për derisa jena edhe në muin shkurt, që është dhe pavarësia e Kosovës, ju keni marrë pjesë mram dhe në një ambient shqiptarësh për festën e Kosovës, kisha qef pak ta prekshim. Patjetër. Ju edhe unë për t'tregu edhe një herë shqiptarëve kudo që janë, që shqiptarët në shtetin e Michiganit janë aq të bashkuar dhe aq të lidhur njëri me tjetrin në festa, në gëzime dhe në çdo gjë që bëjnë shqiptarët në festat e tyre. Absolutisht. Kjo ishte me vërtet edhe është interesante edhe me vërtet diçka e bukur sepse gjithmonë normalisht festa e pavarësisë së Kosovës koincido me Shën Valentinin. Edhe për opinionin tim modest, nuk kam mënyrë më të bukur për të shprehur dashurinë dhe për të festuar dashurinë për Kosovën sesa ta festojmë gjatë periudhës Shën Valentinit, që në një farë mënyrë bën kompeticion kësaj radhe sidomos. Lidhej se ishte fundjava e Shën Valentinit dhe unë i bajta jo një, po 2 festa për pavarësinë e Kosovës dhe kisha për të shkuar në 3, po thjesht mbajtën ke festa e dytës, po shkuar dot ke treta. Neve ishim mbrëm që ishte diel, ishim mbrëm ke xhamia, ke qendra islamike shqiptare në Harper Woods, që ishte një festë e mrekullueshme, një eveniment i mrekullueshëm, me këngë, me valle, me poezi, me fëmijët që recitonin, këndonin, që ishte kryevepër, ishte diçka më vërtet veçantë, diçka më vërtet mrekullueshme. Edhe kishim edhe pastaj festën e Kosovës ke kisha, po unë thjesht nuk u shkputa dot. Që shkoja ke kisha sepse mbajtën pak më gjatë nga ç'duhet.
një natë më parë ishim ke qendra ballkanike që bëri të njëjtën gjë fesën për pavarësinë e Kosovës. Edhe ti ke absolutisht drejt. Neve jemi me fat. Fati jonë është që jemi në një komunitet që jemi bë kaq shumë. Edhe pse në një farë mënyrë është fatkeqësi për kombin që jemi larguar nga kombi në dimensione dhe për masa kaq nda se jemi larguar nga Shqipëria. Por në fund fare ai është fati jonë personal këtu, fati jonë si komunitet këtu. Edhe normalisht unë nuk jam bërë 2 metra edhe këto për masa, pa pasur një farë mënyrë atë përfitimin e ushqimit shqiptar në për këtë komunitet. Kjo është sepse unë harxoj edhe për koincidencë harxoj në mënyrë disproporcionale shumë kohë dhe shumë mund që të shkoj deri ke Gjakova Grill, që të marr direkun atyre, që të marr qoftet atyre me radhë. Kjo është fat. Mund ta hekum kur Shqipni nga vetvetja është janë rrojtë. Na shtrydh na bojnë ta hidh ku dush. Sidoqë ta hedhësh prap shqiptar do të në farë ajo është pozitiviteti, ajo është fati jonë si komunitet. Faktin që kemi gjithë të komunitet këtu, shqyqyrë Zot, nga falë Zoti, nga i herë them, sepse ndryshe ka qenë kër kemi marrë fillim fare, ku ishim me kokra, dhe edhe pse ishim më të lidhur me njëri tjetrin nga i herë në lidhje me raporte personale, se kishim më shumë kohë me njëri tjetrin, në fund fare është ky realitet ku jemi me qindra e mira shqiptar këtu, jo vetëm këtu, por në mbar Amerikën, se unë kam jetuar në vende tjera, kam jetuar në Jacksonville, Florida, që ka një komunitet shumë të madh. Tani jeni Shkodran. Unë kam jetuar në Shkodran, Jacksonville, Florida, me ca nga njerëzit më të mahnitshëm që ka prodhuar Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, e gjithë kombi shqiptar. Që i përshëndes. Në njekun shumë, Po, se vend dyshim, shiko, unë kam jetuar aty me një çift Shkodran, Viktoria Ani Lekaj, edhe familjen e tyre që janë nga njerëzit më të mahnitshëm që ka prodhuar në kombi. Viktor dhe Ani Lekaj. Por njofim. Atë s'kam të bëjmë komplimente, kam marruar familja respektuar dhe ndërru me Shkodran. Janë njerëz se tani po më pëlqen të mish. Jam njerëz të mahnitshëm. Edhe ka qenë fati im në jetë që jam njoft me ta, tani Shkodranët janë veçantë. Edhe i përshëndesim, sepse gjithmonë na bajnë edhe komente në odën tonë. Shkodranët janë njerëz veçantë. Po ajo familja është e veçantë, edhe aq herë më shumë thjesht nga fakti që janë ata që janë. Edhe unë jam përgjithësi tërë jetën atyre. Kështu që ai është fati jonë. Është gjë e bukur mësh si kanë kalu kaq shumë vite, sa 20 e sa vite. Po. Edhe prapë ke ato kujtime të shprehta, është bukur edhe flet me aq dëshirë. Kur kam ardhur, ishte një marrëdhënie interesante sepse neve nuk i njihnim, s'kishim si të njihnim. Kur mbaroi viti i parë i shkollës mesme kur isha në South Carolina, nuk dija ku do shkoja, përveç pastaj më vonë ishim organizuar edhe një as mik apo një njëri mamas time në Tiranë, e shikonte që ishte pesmatuar, se ishte me atë përkufimet e mamave shqiptare, për mua ishte pak më e thjeshtë sepse duke njohur jetën këtu, do gjithsesi do organizoheshim diçka në një farë mënyrë tjetër. Pa ishte përkupuar dhe ai miku i tha, po ç'a halli ke, më thuaj mua hallin, dhe unë do ta zgjidh hallin. Mamaja që i thotë që shiko, halli im është në Amerikë, se si do ti. Or zonjë thoshte, ma thuaj hallin, ai është Shkodran. Ma thuaj ti hallin mos ta zgjidh, se Shkodran ne për kapun jemi. Edhe i thotë, po kam djalë diku do shkoj, edhe ai miku i mamas pa më rakë, unë do t'jap emër mbi emër, ai të marrë telefon ata do gjejnë zgjidhje. Emri ishte Viktor Lekaj. Kur kam kontaktuar Viktorin, normalisht ai tha, po bëru më se të vishta, hajde si të vishta, merr autobusin, tha, hajde zbrit në Jacksonville, unë do të pres. Dhe shkoj, kur më rrin mes në 4 mjeset dhe diçka e tillë. Edhe ata e dinin dhe kishin ardhur ndërkohë, po unë kisha ardhur aq i lodhur nga rruga, se ishte në rrugë vjetore sa isha ajo. Kam kishte zënë gjumin në stacion të autobusit. Zë gjumi dhe tani isha si në atë botë, si thosh. Edhe këta po thrisin Renis, ke parasysh unë hiç menjas, po nuk po regjistroja atë fare. Në fund fare gjej Tirana. Atëherë Virginia. Edhe kam një vit me ata, me Viktorin, me Anën, me familjen e tyre që janë njerëz të mahnitshëm, në Suela, Klodi, fëmijët dhe vajzat e tyre. Më kam marrë si fëmijët e tyre dhe fund fare kur kam lëviz, kur kam bik nga Jacksonville që do ndeshkoja që erdha në Michigan, pastaj lëviza nuk lëviza më nga Michigan.
mbasi një javë rresht. A u pendove që lëvizën nga Florida në Michigan? Jo, sepse jeta ime ka qenë perfekcione. Përveç se për kohën, për motin. Por ata si familje gjithmonë ishin pse po ikën? Ti ke familjen këtu, çfarë do të do? Këta janë shkodranët. Prandaj e keni kompliment prej me sot më dhe sa ti vjetë. Një veti e shqiptarëve faktikisht bujaria, jo vetëm bujaria, por edhe shqiptarë kanë një veti të mirë që kanë mirënjohje dhe kur nuk ja harrojnë një nerë sa do e vogël ose një mikpritje sa do e vogël që ja bën dikush, shqiptari gjithmonë e monmen edhe gjithmonë e vlerëson dhe kjo është edhe një meritë e jotja që po vlerëson dhe kemi mirënjohje për familjen Lekaj. Absolutisht. Dhe mendoj që edhe ata kanë të njëjtën mendim për ty. Nuk mbështet njëri më shumë në Facebook sot kësaj dite sa e familje. Edhe sa vogël është bota, që edhe ne një, po shkodra që vogël ka kena, dhe edhe njihen por edhe ne na mbështet, është domethënë një ndër fancat më kryesore që na bën komente Liliana. Gjithmonë. Liliana është një rrallë, është një rrallë. Na kena qenë me diskutuar një diçka tjetër për sa i përket përvojës dhe jetës dhe arritjeve, por dhe ëndrave që e nisi ka qenë me pas të nëmërej. Manjola nështë do ta pyesin për... Thashtë do me nisë Faleminderit, atë kapi vetit është. Andrat bëhen realitet kur dën. Si ki bë deri tash? Për deri tani me thënë drejtë kemi qenë rregull. Pra atë unë tham gjithmonë si thonë këta dream big, dhe pse mos më ndrru sa më shumë që të mundesh, edhe po e patë dëshirën, normalisht që e arrin ëndrën, dhe jam shumë e sigurt që ka gushtja. Kur do që kita ja dota, kemi na thanë që e fitova. Por na trego pak planet për të ardhmen shumë të shpejt. Faleminderit, lund goja. Po, lund goja dhe faleminderit shumë që gjithë. Unë jam duke kandiduar për senatin e shtetit Michiganit, që është me vërtet diçka që është e nevojshme për komunitetin tonë. Jo thjesht për mua, po për gjithë ne. Jemi me fat këtë vit edhe për koincidenca, që janë interesante se janë koincidenca, po janë koincidenca që kanë arsye pse janë koincidenca. Këtë vit ne jemi 3 shqiptar, 3 avokat që kandidojnë për pozicione ndryshme në komunitetin tonë. Kemi Suzana Shkrelin, shoqen time Suzana Shkrelin, që kandidon për sekretarin e shtetit Michiganit këtu kene. Kemi Robert Gjura që kandidon për Kongresin Amerikan në Congressional District 10, edhe pastaj jam unë që kandidoj për senatin e shtetit të Michiganit. Kjo është koincidenca aq e bukur, sa është edhe diçka e nevojshme dhe nga herë them e vonuar për komunitetin tonë. Këto janë hapat që një komunitet si joni, me këto përmasa, me këtë pjekuri që ka si komunitet, sepse kemi vite, si sa kemi dekada që jemi këtu. Këto janë hapat e nevojshme në mënyrë që ne t'japim vlerë vetes tonë, dhe t'japim kontributin këtij vendi, që i kemi dhënë kontribut në shumë fusha ndryshme. Ne kemi doktor, avokat, shkencëtar, inxhinier, podcasters, real estate agents, ke parasysh në çdo fushë, në çdo fushë ndërtues, në çdo fushë mundshme. Por kur vjen puna në aspektet politike, kemi qenë pak më të vonuar nga të tjerat. Jo se kemi prezencë. Për shembull, kam takuar shumë edhe njoh shumë në disa shqiptar që janë të angazhuar nga ana politike, po jo kemi qenë gjithmonë pak më të vonuar, pak më të limituar. Dhe është nevojshme të kryejmë një farë mënyrë ato koalicione që na japin oportunitetin që të jemi pjesë e jetës politike të vendit dhe vendimarrjes të jetës amerikane. Sa nga miqtë mi Toni Vulej, Valentina Lucaj, Robert Gjonaj, janë pjesëtarë dhe janë të zgjedhur nëpër këshille bashkiake të tash. Ato janë gjërat nevojshme dhe të rëndësishme. Si për komunitetin tonë shqiptar, ashtu sigurisht edhe për komunitetin tonë amerikan, në mënyrë që të ketë vlerë të marrë të vlerën e shtuar nga pjesëmarrja e shqiptarëve tanë. Është nevojshme që zgjedhin Suzi Shkretin si sekretare në shtetit për shtetin tonë. Nuk do ketë një person më të mirë për atë punë se sa Suzana. I ka të gjitha kualifikimet e mundshme. Është nevojshme që zgjedhim dikë si puna ime. Nuk do kemi person më të mirë për senatin e shtetit Michiganit se sa dikur si puna ime. Janë gjërat nevojshme, janë hapat nevojshme. Personi kundër atë cilit unë kandidoj, që është nga ana tjetër e partisë tonë, është një person që ka qenë aty për 4 vjet. Ai mund të jetë aty për 400 vjet. Edhe në fund fare, askush prej nesh s'do ja di as emrin, as dëshë, për ne është pa dinë pa iman.
Ndryshe do jetë po të jetë një prej nesh aty. Ndryshe do të jetë eksperiencia që do kemi ne si komunitet, po të kemi dikë si puna ime, dikë si puna Suzana, si puna Robertit, që janë pjesë e kësaj jetës së komunitetit tonë, që e kuptojnë komunitetin tonë në çdo aspekt mundshëm. Ato janë gjërat nevojshme. Dhe ka ardhur momenti që neve në një farë mënyrë të mbështesim anëtarët e komunitetit tonë për këto hapa që janë të nevojshme për ne. Kur kam punuar në Senatin e Amerikan në Washington DC, për senatorin Carl Levin, bënte përshtypje gjithmonë një diçka. Gjitur me ato zyrat e Carl Levin në Russell Senate Building, kishim zyrat e një senatori nga Ohio, që ishte, e harroj emrin tani, po ishte Voinovich. Edhe ishte normalisht amerikani lindur këtu, i rritur këtu me gjithë ato. Po ishte nga ishte Jugoslavia, diku mos gabon ishte serb. Edhe unë bënte përshtypje gjithmonë sa që kaloja para zyrave të tij. Zyrat e tij ishte gjithmonë plot me lloj antarësh komunitetit të tij nga vendet e ish Jugosllavisë. Ajo është diçka më e natyrale. Është më e natyrale. Ashtu sikundër zyra ime si avokat është plot me shqiptar. Sa do të mundohem unë që të shkoj të nxjerr biznes nga amerikanët dhe gjithmonë vit për vit e kam shtuar atë biznes. Vit për vit kam marrë më shumë. Unë profesor jam avokati i një qyteti të tërë fundi e fundit si avokati i qytetit Klasa. Kur vjen puna prap, rritja në klientelën tonë mes shqiptarëve është gjithmonë në mënyrë disproporcionale në krahasim me çdo grup tjetër etnik. Edhe ajo bën kuptim, sepse shqiptarët tanë gjithmonë detyrimisht do ndjehen më rehat me mua, më rehat me ne. Unë për koincidencë po vi ke një podcast që e ka emrin Oda, sepse ajo më rri mua për kahirë, jam më rehatun këtu se sa kudo tjetër, ke parasysh? Ajo bën kuptim, edhe prandaj Byrekun e Haki Gjakova. Bën kuptim edhe ajo. Herën tjetër do ta bëjmë këtu dy Byrekun. Në gjatë, ti vetëm ti na u ban senator edhe Byrekun do ta bëjmë ne feta. Jam gati. Kështu që jam kjo është, këto janë hapa natyrale të çdo komuniteti dhe janë nevojshme për të bërë. Edhe gjitha këto duhen bërë si podcastet, si senatorë, si sekretarët e shtetit, kongresmenë, në çdo mënyrë të mundshme duhet mbështesim ata njerëzit tanë që të arrijmë këto konkluzione, sepse do na ndihmojnë ne si komunitet që të jemi pjesë e vendimmarrjes. Deri më sot kemi arritur gjithë të tjera. Jam i opinionit që kemi arritur shumë gjëra. Kjo është një nga ato gjërat që na mungon edhe që është e nevojshme që ta vëmë atë hap. Edhe minimalisht, edhe sikur që të besoj që nuk do ndodhi. Nga 3 mundshmit tan, një dali dhe jemi me fat, ke parasysh? Absolutisht, sepse mas 4 vjet ose 3 vjet ndoshta deliteti, edhe i drejtë shumë. Sapse jo mos dalin të tre. Sepse në fundit, pavarësisht binjeve tuaja politike, se Roberti është republikan, jo jeni demokrat, për ne e rëndësishmja është se ne kena 3 shqiptar. Po, absolutisht. Ajo është e rëndësishmja. Absolutisht. Ajo është absolutisht e vërtetë dhe në fund fare, që se këto janë të vjetra dhe mendohen nga herë si janë i botës të kaluara, po kur thoshim aty në Shqipëri që thoshim pa dallim feje, kraine, ide, ajo kishte një farë domethënie dhe mbetet akoma domethënë se sot e kësaj dite. Kur neve s'na ndajnë dot koncepte aq madhore si feja apo krahinat apo idet, si mund ta ndaj politika? Absolutisht. Ajo do ishte banale për mendjen tim. Kështu që në fund fare, edhe pse për shembull unë edhe Suzi, unë dhe Suzi jemi demokrat. Edhe se unë dhe Suzi në një farë mënyrë demokrat adonandante, fakti adonandante. Dhe nëndë diçka në lidhje me kandidaturën e Robertit. Përkundra, se ishim tablim me Robertin mbrëm darke, kërë duke vëzu fesën e Kosovës. Nuk ishim njëri tjetër atje. Unë, Suzi dhe Roberti ishim aty në atë tavlinë. Dhe bën kuptim se ishim në 3 aty. Por nuk ishim asi tjetër. Këto janë gjërat, prandaj ka vlerë për neve. Pa dallime të tilla. Kjo është një shembull sepse shqiptarët gjithmonë kanohen brez mas brezi. Historikisht kena pas gjithmonë dallime të ndryshme, ndoshta nga ana fetare, ose nga ana ideologjike, nga ana politike, por në fundit shqiptarët kanë dhënë bashkë. Po. Dhe kjo është një shembull shumë i mirë që ju sapo treguat për publikun. Absolutisht. Që shqiptarët, pavarësisht binjeve politike, rrinë bashkë, janë bashkë dhe i urojnë fitore njëri tjetrit. Absolutisht. Kur isha unë më mend atë momentin kur bëra kur deklarova kandidaturën për senatin. Dhe ishim jashtë, ishe kovere, dhe ishim jashtë në Troy, se distrikti është Troy, Rochester Hills, pastaj është Sterling Heights nga diku ndër deri Van Dyke, nga 14 Mashit deri lart në Utica, përfshin qytetin e Utica dhe të sa lagjën Shelby Township. Edhe ne zgjohëm që të ishim në Troy për të bërë atë shpalljen e kandidaturës.
Edhe më mend që mush normalisht me lloj, edhe kisha dhënë miqtë mi që ishin dhënë shqiptar sa dush normalisht, amerikan sa dush gjithashtu. Edhe personi që erdhi, një nga personat që mbajti fjalimin në rastit, që para se të flisja unë, ishte ajo përfaqësuesja e shtetit tonë, state representative që kishin për qytetin e Detroit dhe Clawson, që ka zonën time si thua, në shtetin e Michiganit, që e ka emrin Sharon McDonald, është mikesha ime. Edhe Sharon e mbaj mend, vjen thot, okay, do them kam përgatitur fjalimin për ty, e kam bërë shumë mirë, është perfekt. Thot edhe do flas me pasion për ty, e ke mbështetjen time totale. Erdhi, mbajti fjalimin dhe fjalimi ishte i mirë. Nëse po si demokratë që ishte, detyrimisht e trashin vijat demokratike. Bën kuptim ajo. Edhe çaj ishin ne që ishim demokratë, me ne ishim për rregull, sa regjistron fare atë për kundra, si tam jemi për rregull. Por pas ajo po shikoja në ato detin e njerëzve që ishim aty, që ishin shumë nga shqiptarët tanë. Gjithë ishin kështu. Normal që po rrinë ashtu sepse kishim shumë nga ata shqiptarët tanë që kishin ardhur dhe po kishin ardhur kanë ardhur vetëm për Renisin. Që përsëri se po mbështesin mua personalisht. Edhe një farë mënyrë i kanë dhënë korrekt asaj. Ato ditë do ngjoni këto pallavra të këtyre të tjerëve, thoshin se this është puna, ne faleminderit, do shkoj të votoj për Trumpin kur vjen sa të dalë Trump votoj. Po çipi mua po ty do ta jap votën sa të ngëzon derën në partnerë, pasi s'kam çfarë të bëj. Edhe ajo ka ngel konstante. Dhe kjo është një farë mënyrë, kjo ka qenë me vërtet diçka e veçantë. Personalisht, duke qenë se kam përjetuar këtë personalisht, ka qenë me vërtet diçka e veçantë për mua, si Renis, si individ, që shikoj me të vërtet atë një farë mënyrë praktikën e atij konceptit pa dallim frej ekrani ide mes shqiptarëve tanë. Mbështetja ka qenë, nuk mund të them që është 100%, normal, sepse ka njerëz që prapë ndjen veten të limituar për dallimin politike, po janë shumë të rrallë. Edhe ajo fakti që kemi pasur këtë lloj mbështetje që kam parë në sytë e mi, që është pothuajse totale nga shqiptarët tanë, ajo është diçka me të vërtetë e vyer. Edhe atë kemi parë jo vetëm kjo ime, kjo fushata ime. Kemi parë kjo fushata e Robertit, kemi parë kjo fushata e Suzanës. Edhe ajo është diçka e vyer, është diçka e nevojshme, sepse të ketë treja këto gara. Në qoftë se do kemi mbështetjen e komunitetit tonë, fitoria është e pavitueshme. Këtë treja, se mos edhe ditë flas për këtë, kjo fushata ime dhe kjo fushata e Robertit në veçantë. Suzana e ka pak ndryshe sepse bëhet në convention, është një farë, është brenda partisë, ajo ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për aktivizim që në mënyrë që gjithë neve të shkojmë dhe të votojmë për atë në 19 prill, është pak e ndarë dhe ajo është diçka pozitive, është pak e ndarë nga fushata nga garat tona. Por për mua dhe Robertin e dejmë në 4 gusht. Bën votat nga mbar publiku. Atëherë, për këto zona ku kandidojmë neve, çdo shqiptar po të votoj, fitoria do të jetë pavitueshme. Paktën për mëra partive. Kështu që ajo është diçka krejtësisht pozitive. Në bazë të numrave në fakt na i tha Roberti se unë nuk e disha të paktën, atë i tha unë janë rreth 20.000 persona shqiptar në Makom. Edhe tha, wow, tha, se do të them ne i shohim nga numrat që dalin këtu. Edhe tha, pa me shku, tanë shqiptarët, pa me mbështet Robertin, ose tanë shqiptarët që nuk jeni në një distrikt, domethënë si prishni punë njëri tjetrit, sikurse edhe tanë shqiptarët nuk e di se sa është numri në Troy, në Rochester apo në Shelby, lutem ma trego, sepse me një thirrje shumë të vogël, gjithë shqiptarëve që e di që na shohin sepse këta numrat tonë nuk rrajnë, me mbështetë Renisin do kishte kenë një yll. Do ju them fakt një arsye pse. Personale, Renisi as nuk e din se çfarë do them këtë moment, sepse shumë vite më përpara unë kam punuar me Renisin. Edhe një ditë mora një telefon, edhe isha në orë të drekës, edhe po haja drekën mbi telefoni ishte shkolla vajzës. Shumë vite më përpara se ajo në atë kohë ka qenë në shkollë fillore. Edhe marroj telefonata, më mosh në sy gjithmonë. Kur i thonë kjasha, kur marrosha muhabetin me atë mësuesen, aq që mirë ishte. Domethënë ishte s'ka më të poshtë me 2 kam. Edhe shef Renisi më thotë, "Manjol, në rregull?" Po i thashë në rregull. Nuk e la më aq, vjen mas një gjysore edhe më thotë, "Manjola, je në rregull?" I thashë me të thënë drejtën, isha në telefon me mësuesen e vajzë. Imagjinaje 7 vjeçës ose 6-7 vjeçë diçka aty ka qenë. Edhe po ma prish thash gjakun gjithmonë sa flas. Edhe më tha, kjo s'është e drejtë. Edhe unë jam betu për të drejtën, me vu të drejtën në vend. Edhe më tha, me e pak në çfarë shkolle shkon vajza? Ja lash informacionet, edhe
që atë ditë kam pas takim me drejtorin, kam pas takim me mësuesen, nuk kam pas ma probleme, nuk ishte ma bullizu as unë si prind, prej kësaj mësueset pa zemër, as vajza jeme, edhe prej atëherë, vajza jeme, dhe më thonë, ishte nxënëse e mirë, si ishte e 10-ave dhe do të 10-ave, por kur në leja e bullizimi, që i vuni stop vetëm Renisi, edhe kjo nuk është kompliment, sinqerisht e tham me ta në zemër, sepse për mu, ndoshta kanë me kalu edhe 100 vjet të tjera, unë zë të harrej këtë fakt që ti e ke ba, edhe kur shkosha me fol në vitet në radhë, më thoshin, a shumë e mirë, shkune notat u bane notat nana, dhejta, edhe nuk ishte faj vajzë teme, ishte faj i mësuses që s'dite, por u do të Renisi për me shiku atë moment, për me vu të drejten, edhe e tha me plot bindje, si më ka ndihmu mu, pa i kërku as një lloj ndihmet, do ju ndihmojnë të tanë ju. Pra, të duhet një njeri që ta lexon edhe e ban pa ja kërku ti. Dhe më thanë, ku ka ma bukur që a i din ku është problemi edhe ta rregullojnë problemin. Sepse, më tha, jam betu për këtë gjë, kam ba betimin që drejtësin do të qoj në fund. Deri ku të mundem, unë nuk do të nalem. Ky është pra Renis Nushaj, edhe e thëmë me plot kuptimin e fjalës. Ti je shumë e këndshme, shumë e dashur. Çdo shqiptar, kushdo që ti ishte, do bëhet një gjë. Në fund fare, ne jemi këtu për njëri tjetrin. Nuk kemi mbrit asnjë nga ne, ashtu sikur se unë tregoj një seri. Unë sot nuk do isha këtu ku do isha, po mos kisha një familje shkodrane që më ka sjellë këtu ku jam. Pik muhabeti. Edhe nuk ka kënaqësi më të madhe që mësova sot. Që i njihni, sepse zakonisht kur e tregoj historinë, e tregoj me njerëz që thonë po kshu janë shkodranët, ti përsyet thjesht i vëjmë pikën bisedës dhe ecim përpara. Por këtë bëjmë ne si komunitet, këtë bëjmë ne si shqiptar. Kjo është e vërteta jonë. Dhe në një farë mënyrë kjo është e vërteta që duhet në një farë mënyrë që kemi vënë punë gjatë gjithë eksperiencave tona si pjesë e këtij komuniteti të madh amerikan. Dhe prandaj dhe amerikanët tanë duhet që në një farë mënyrë të përfitojnë prej vetive shqiptarëve dhe janë virtyteve të shqiptarëve. Kjo është e rëndësishme. Edhe kam përshtypjen që në fund fare komuniteti amerikan ashtu sikur se kanë nxjerrë të mira për shqiptarët, do vazhdojnë të nxjerrë të mira shqiptarëve. Gjenerat mas gjenerate, si ne që kemi qenë emigrant, si fëmijët tanë që janë pjesë në formë normale e shoqërisë amerikane, të lindur këtu, të rritur këtu me parametrat amerikane, por që janë rritur nga prindër shqiptar që kanë një farë mënyrë ato vlerat e familjes shqiptare, vlerat e të qenit shqiptar, idetë, ato konceptet basi kemi që gjithë neve si pjesë të qenit shqiptar. Unë të falenderoj, ti je shumë e dashur. Jo, thash vetëm të vërtetën, dhe actually I would like to translate it because I want everybody to vote for you. Not only Albanians, which I am sure 100% that all Albanians, but not only our community, but all the communities on your cities, on your area, they should go vote for Renis. Not because Renis is Albanian, because Renis, it is actually. He will put justice in place. He will fight for you. And he will not only fight for you when you ask him to fight for you, but the best part about Renis, he will fight for you without you knowing that he's doing that for you. He knows where the problem is without you asking. In my book, not that I'm the smartest one or the best out there, but I love someone who can read my mind without asking. And he knows, because he says, that's my job. I have to see where is the problem. Let me go solve it. That's Renis. You know, it's funny that you should say that. It is an interesting concept, and that's basically, at the end of the day, the reason that I'm running for this office. One of the things that, is a natural sort of, and I hate this word, but it's the appropriate word, a pet peeve of mine is this. Politicians in our community and throughout the world, when they come for re-election, sometimes what we hear is this concept of, let me make future promises for you. And it's always been something that has bothered me deeply. In my opinion, when you come back for re-election, when you come before us as a community for a second position,
It is not the time for you to say what you will do in the future for us. It is the time to account for everything that you've done so far, to tell us all your great ideas that you told us about the first time around. You put them all to practice, you realized them, and you took them to task, and you achieved them all for us. This is what we hear nonstop from everyone. This is what you'll hear from my competitor. This is what you will hear from Susanna's competitor, because I happen to know her competitors. They're all returning politicians, and they're all making future promises. It is embarrassing. In this great state of ours, and I'll give you a simple example. In this great state of ours, in my city, in the city of Troy, and this applies in every city. In my city, we spend about $200 million a year on ourselves. That's our running budget. Just the city's budget. The county, Oakland County, has a budget of about $1 billion every year. That's what they spend, and some portion of that comes to the city of Troy. The state of Michigan has a budget of $80-some billion a year. A portion of that comes to the city of Troy, as it goes to every city. The federal government last year spent $6.8 trillion throughout the United States. A portion of that comes to our city. So that's literally this community, my community, and all of our communities, all our cities where we live in, spend billions of dollars on themselves every year. And the question that I always ask is, does it feel as if you live in a community that spends billions of dollars on itself? And I imagine the answer that all of us will give to that is no. That's not how it doesn't feel that way. It doesn't feel, no. It doesn't feel that way. And it can start and it's in every single aspect possible that you can answer that question in the negative. If you look at your roads, does it feel as if we spend billions of dollars on our roads, which we should? No. And I don't accept any justification from any returning politician that says, well, our weather is great. I mean, it's terrible. Well, the weather is terrible in Toronto and Canada as well. Ohio. Ohio. Right there. Yeah. Right. They have lakes. They have lake effect. They have snow. They have harsh winters. They don't have our roads. Yeah. They don't have our terrible infrastructure. I have dogs. You can't let your dog in your backyard for more than 5 minutes to urinate on their own for fear of flooding your neighbors. Because that's the kind of infrastructure we have. That's embarrassing. And I think these are the kind of solutions that we're looking for from our politicians for our community. I remember a time when we all remember this time, not too long ago, probably 10 years ago, if that, where $100 would fill a grocery cart full of food, right? Today, $100 will buy you a bunch of toothpicks and perhaps a half-drunk water or something. This is embarrassing. We cannot expect to be successful in our community with this reality, with these kinds of solutions. And if we want a different result, we have to bring different people in. We have to bring those who are serious. And that's why I said earlier that at the end of the day, it is no coincidence that we have 3 attorneys running for these positions. Attorneys are trained to offer solutions to problems at the end of the day. That is the very reason for an attorney. Otherwise, there's no use for an attorney. We're trained this way. We want to be able to find solutions to the problems that we face as a community. And at the end of the day, particularly for my position in the state legislature, state senate, that is even more so. Legislature comes from Latin, right? Legis, law, latur, to pass. And we have, out of 38 senators, we only have 1 attorney. And I'm not sure that we need too many attorneys running around in the legislature. I'm not sure that that's a great solution to the problem, but certainly more than 1 is necessary. We have a legislature which has a judiciary committee, for example. And our judiciary in the state of Michigan consistently ranks bottom 10th in the country. So imagine if you're at the bottom 10th for quality of justice in this great country, you're there with Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia. No disrespect to those great states, but perhaps we want to be in the top 10, right? We want to be in those places, in those rankings that say, when you deal with justice around here, you get the very best that money has to offer, right? And we don't. That's why we need a new, fresh approach, new blood. We need yours truly to be in the state senate. You need Susanna to be the secretary of state. These are the things we need as a community. No, I truly, me personally, and in the name of everyone on this podcast, we do wish, and for everyone's sake, actually, if you guys want to see some changes, not highly
personally, I recommend Ratness to vote for him. But I know that he will change. He will make sure to change things around. Maybe we want to be on top 10 one day, but if we don't change the people who are running right now, that's not going to change. We're still going to be on the bottom, and that's not a fair deal. Të shtikthejna pak shqip muhabetit. Fol me shumë për komunitetin, edhe normal që ja vlen për me fol, sepse si që thatë dhe ju shumë bukur, gjithë cili për ju që për shkryt kena një komunitet shumë të mrekullueshëm. Unë deshta me bëj një pyetje, se të shtetina pak edhe realista për shumë gjana, se na shqiptarët jena shumë të mirë, por ka herë jena edhe pak të vështirë me punu me njëri tjetrin. Tamam, pyet më për atë punë. Dhe pyetja jeme do të jetë që sa e vështirë është me pas një klient shqiptar. Ka qenë deri jetës time dhe mbetet dhe do të mbetet gjithmonë deri jetës time që të përfaqësoj kaq shumë shqiptar sa që përfaqësoj ditë për ditë, vit për vit. Edhe kam 16 vjet avokat edhe vazhdoj edhe nuk mbeten akoma klientët më të mirë që mund të ketë një individ. Tani, a kemi vështirësi? Absolutisht. Po do të them një të vërtet thjesht, edhe kjo do shpjegoj realitetin e komunitetit tonë shqiptar. Unë kam 16 vjet që nuk bëj kontrata me shqiptarët. Nuk kam asnjë kontratë me asnjë klient. Nuk kam asnjë kontratë me asnjë klient sepse është e panevojshme për mua, edhe pse jam avokat. Unë kontrata bëj gjithë ditën. Me kontrata merrem. Është e panevojshme që të lidh një kontratë me një klient që ku ti them që ti duhet të paguash çdo që diet vlera për kostën e shërbimeve në mënyrë që të garantojë rezultatin e pagesës, sepse shqiptarët tanë gjithçka ke nevojë të thuash. Kjo ka qenë eksperiencë, është universale 100%. Shqiptarët tanë se kanë asnjëherë atë problem, përkundrazi. Në momentin që neve hedhim ajo që shtrëngojmë dorën e themi po kjo është me meshkuj, me femra, non, bab, gjysh, teze, hall, daj, s'ka rëndësi kush është. Në momentin që shqiptarët tanë thonë po, i ka tek nona se puna. Është absolutisht e marrëme. Edhe një farë po në qoftë se rezultati nuk del ashtu si kanë qef ata. Nuk ka problem? Pra pash janë po aq të njëjtë? Është absolutisht e vërtet. Do të them, shiko, ekziston gjithmonë ka gjithmonë për veçantira, ka gjithmonë raste unike. Unë ditë them që në 16 vjet si avokat, kam pas se rezultatet si garanton do të asnjë avokat, në fund fare. Rezultatet janë, po të garantoj rezultatet do kisha dalë pension. Do kisha nevojë të praktikoja, se do të garantoj dy rezultate, do merja parë për atë punë dhe do ikën në shtëpi. Rezultatet si garanton do të gjykatësi për atë punë, që kanë në farë mënyrë ka vendime në dorë. Kështu detyrimisht shumë nga klientët tanë, shumë nga shqiptarët tanë, marrë rezultate që nuk i pëlqejnë, është normale, është diçka komplet natyrale. E gjithsesi, edhe pse mund mos i pëlqejë rezultati, kanë arsye se mos i pëlqejë rezultati, nga herë rezultatet janë pa drejta sepse tillë është sistemi i drejtësisë. Nuk mund të jesh, nuk është se është thjesht anekdotë që jemi në ato 10 vendet më të ulta kur vjen puna për sistemin e drejtësisë dhe cilëtetin e drejtësisë që kemi në bazë gjithë shteteve të Amerikës. Ato rezultate nga herë janë tilla që janë vështirë për ty për nga shqiptarët tanë. Gjithsesi, eksperienca ime personale si Renis, si avokat në këtë komunitet është që në fund fare ka qenë shumë diçka krejtësisht minimale ku jam hëngër me ata shqiptarët tanë. Mund të kem në 16 vjet praktik një koment negativ në online apo në Facebook. Mund të kam një aktualisht vetëm një person që ka bërë ankesë ndaj meje me ato bordet tona në 16 vjet, edhe kam pasur, s'më dashur të hedh asnjëherë në gjyq asnjëri, asnjë shqiptar, jo se do e bëja, po s'më dashur të krijoj oportunitete, për shkak që thosha, okay, më ke parë borxhe, hajde të hedh në gjyq. S'ka ndodhur asnjëherë. Kjo është diçka, kjo tregon norma, po kjo në komunitetet e tjera, që ta vënë kontekst, në komunitetet e tjera kjo është normë, nuk ndodh. Ke përsëri avokatët e tjerë han dynjan me klientët e tyre. Ky është kombion, sepse me këta, me tana, dashur pa dashur, në hajmi, grihemi, ne themi llaf në fundit sepse ato nuk i mohoj dot, ne i bëjmë. Jemi pak ngjak xej për atë. Pak fare. Se për jo la me folë dhe jo të shpo. E di që ti e the që pjesën më të madhe të jetës që ke kalu në Amerikë plus karrierën tënde në Amerikë, si mundesh me
a mund ta krahasor sado pak për shembull drejtësinë se the që nuk i pas asnjë problem me shqiptarët. Si mendon që ne emigrantat jemi pak më ndryshe se sa ndoshta ato në Shqipëri, si e vlerësojnë ndoshta avokatin në Shqipëri? Ajo është pyetje shumë e vlerë. Shumë e vlerë, shumë e veçantë. Shiko, në Shqipëri dhe ka përshtypjen që sistemi i drejtësisë në Shqipëri në një farë mënyrë dashur pa dashur ndikon edhe natyrën e përfaqësimit të individit. Një gjë që dion, edhe unë jam avokat, edhe pse jam shqiptar, jam avokat amerikan. I kam gjithë trajnimin tim e kam brenda në Amerikës, edhe këtij shteti. Por ditem nga aq sa di unë si një person i angazhuar, që lexon edhe shikon lajme ashtu sikur se gjithë shqiptarët e tjerë lidhen me Shqipërinë. Sistemi i drejtësisë në Shqipëri nuk ka fund. Procesi në momentin që fillon nuk ka fund, është gjatë gjithë kohës, është një qark vicioz që vazhdon pambarimisht, edhe vendimet nuk arrin asnjëherë në konkluzionin e tyre natyral. Ajo është problematike. Edhe prandaj kemi ato rastet ekstreme që shikojmë në Shqipëri ku njerëzit kalojnë në farë mënyrë në kriza të tilla, si thua, personale, individuale, mendore, mëtetash, ku do të marrin vendime ekstreme nga reaksioni që kanë ndaj sistemit të drejtësisë në Shqipëri, që është shumë problematik. Këtu unë numëroj 4 hapa para se të mbrim në një farë mënyrë në fundin e çfarëdo lloji çështje. Janë nga momenti i parë kur fillon një çështje, çfarëdo që të jetë, kriminale, civile, familjare, çfarëdo lloj, deri në momentin maksimum, apelin final fare ku mund të shkosh. Teknikisht janë 4 gjykata, s'mund të shkosh më shumë edhe ku duash. Ajo në një farë mënyrë na jep një farë konkluzioni dhe një farë mënyrë përmbarimi, përfundimit të çdo situate, ka një ndalesë absolute. Ajo i jep siguri sistemit. Në Shqipëri, duke qenë se ekziston një siguri e tillë, duke qenë se ekzistojnë mbarime të tilla, njerëzit detyrimisht janë mbeten gjatë gjithë kohës në aktivitet ligjor, duke munduar të japin në një farë mënyrë drejtim situatave të tyre, pa i dhënë konkluzion asnjëherë. Pa është çmenduri. Ajo është nuk i vë faj njeriu, të t'jap shembullin ekstrem, nuk i vë faj njeriu që shkon dhe ha inatin e vet me gjykatësin, që ha inatin e vet me avokatin, në një sistem tillë ku është pafund. Tu ajo nuk ekziston. Edhe detyrimisht si rrjedhoj relatat tonë brenda këtij komuniteti, pastaj janë më të drejtë për drejta, dhe kur ka relata të tilla drejt për drejta, atëherë vlerat e komunitetit tonë shkëlqejnë. Sepse ne kemi shqiptarë, sepse çfarë po them kur them që nuk kam nevojë të bëj kontratë me një shqiptar kur e kam klient. Po çfarë po them është që shqiptarët tanë janë korrekt ndaj, tani këto janë terma arkaike, po janë vërteta. Janë të besës, ke parasysh, në momentin që thonë do të paguaj X, i rrin korrekt asaj deri në fund të jetës tyre, s'ka rëndësi ka çan do pse s'do. Ke parasysh, ai është koncept arkaik, po është koncept i vërtet. Ke parasysh, sot tek sa dite, në 2026, unë si avokat ditë them që ajo është absolutisht ekzistuese. Dhe ande nga në tona fatkeqësisht në Shqipëri, ajo realiteti shqiptar e kufizon atë aftësi tonën, edhe një farë mënyrë po na zhvath nga ato aftësi, si thua tonë, që kemi si individ, ato bazën morale, bazën shoqërore, po na e zhvat për atyre. Këtu e kemi, atje se kemi. Kjo është fatkeqësia. Renis, unë ty dashme të ruti suksese edhe fitore në fushatën tonë elektorale për senatin e Michigan. I baj thirrje gjithë shqiptarëve këtu në shtetin e Michiganit dhe në qytetet dhe në zonat që Risi ka me kandidu. Ju lutem, bani follow në Facebook, në Instagram dhe të votojmë shqiptarin tonë, s'ka rëndësi i cilë partijet është, për mu personalisht, njerëzit që m'njohin mu, unë jam pro shqiptarëve që të përparojnë, të ecin, dhe pse jo, të marrin vendime edhe në shtetin e Michiganit dhe në shtetin e Amerikës, është kënaqësi për ne dhe të uroj suksese në çdo hap të jetës tonë. Faleminderit shumë. Kisha një pyetje, na këtu nuk flasim për politikë. Po. Ju i përkit një politikës në këto momente, sepse përshkoni edhe në një garë politike, por e kisha më tepër një pyetje të përgjithshme që mendoj shqiptarët janë shumë të interesuar, ne na intereson politika, po më tepër edhe jeta sociale. Të pas parasysh në këtë gjendje që është bota me lufta, me skandale politike, me disa skandale të fundit
dhe falë të Jeffrey Epstein dhe luftat përplasje dhe shteteve të mëdha, mendoni se bota po shkon drejt një përmirësimit nga ana politike, ekonomike, sociale, apo drejt një ngashit që ndoshta mund ta çojë në një katastrofë që edhe mendohet nga disa ekspert politik që është drejt një vendimi shumë deciziv, do shkojnë drejt një katastrofe apo drejt një përmirësimi njerëzimi. Si është vendimi juaj? Faleminderit. Unë do thosha do të përgjigjem ose në një farë mënyrë të vej vlerë aty komentet parë që bërën në lidhje me këtë vlerësim. Aristoteli thoshte që në qoftë se ti nuk je interesuar ke politika, nuk ka rëndësi. Politika është interesuar tek ty. Kjo është arsyeja pse unë personalisht serinisht jam shumë inkurajuar nga fakti edhe më kënaq më gëzon edhe më ngroh fakti që shqiptarët tanë janë absolutisht angazhuar në politikë, qoftë nga anët tona nga vim neve, qoftë edhe këtu, 100%. Ajo është diçka absolutisht e nevojshme, prandaj dhe këto hapa që po hedhim neve sot me në këtë rast me 3 shqiptarë tanë, po edhe me shqiptarët tjerë që tonë nda ndjekin nga mbrapa, janë absolutisht nevojshme, sepse kjo nuk do të mbaroj këtu. Nëse po kandidon Reni, Suzi edhe Roberti edhe po marrë me kaq përkundrazi. Kjo duhet të jetë aktivitet total. Në lidhje me momentin në cilin jetojmë, unë jam dakord me faktin që ky është moment shumë i rëndësishëm në historinë e njerëzimit. Po jetojmë në një epokë historike. Një epokë krejtësisht të jashtëzakonshme dhe jam i opinionit që momentet të jashtëzakonshme kërkojnë vendimarrje të jashtëzakonshme, kërkojnë njerëz të jashtëzakonshëm, kërkojnë fokus të jashtëzakonshëm në mënyrë që të dalin përballë momentit historik që cilin po jetojmë. A mendoj që është fundi i historisë? Jo, shiko, fundin e historisë e kanë parashikuar shumë njerëz. Ke parasysh gjatë viteve, gjatë epokave, gjatë dekadave, gjatë shekujve, gjatë gjithë kohës. A mendoj që ky është fundi? Jo, absolutisht jo, përkundrazi. Por mendoj që këtë drejtë që është detyra jonë sot në mënyrë që të dalim përballë këtyre gjithë konditave me cilat ballafaqohemi si komunitet, që ballafaqohemi si amerikanë, si shqiptar, si individ të komunitetit. Pak rëndësika si e kanë emrin këto probleme sot. Janë probleme të krijuara nga njerëzit. Detyrimisht edhe zgjidhja do të krijuar do krijuar nga njerëzit, do krijuar nga ne. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Çfarë probleme me të cilat ballafaqohemi ne sot? Janë ato problemet që duhet t'i japim zgjidhje sot. Ke parasysh. Kështu që unë jam i opinionit që në fund fare historikisht kemi pasur momente të tjera që kanë qenë shumë vështira. Kanë qenë mbase edhe më të vështira se kjo. Edhe mbase këto mund të jenë probleme që sot, nesër pas nesër, arriten, zmadohen, bën edhe më problematike nga që janë sot. Çfarë mbetet detyra jonë? Detyra jonë mbetet si komunitet, si njerëz, si individ, si persona të angazhuar që të bëjmë çfarë është brenda oportunitetit tonë, që të japim zgjidhjen edhe në një mënyrë për kufizimin pozitiv të çdo aspekti, pa rëndësi si e ka emrin, pa rëndësi si e ka natyrën ai problem. Unë jam nga natyra pozitiv si individ dhe kam përshtypjen që nganjëherë është kollaj që ta shohësh pozitivitetin e njerëzve si naivitet. Po për mendimin tim nuk është e njëjta gjë. Unë do të thosha që angazhimi jon, si për shembull do të marr këtë shembull, këtë podcast. Ju që të 3, që të 4, që të 4 keni shumë gjëra për të bërë gjatë jetës tuaj, jeni të angazhuar në mënyrë totale, unë e di atë sepse unë ju njoh që të 4. Jeni të angazhuar në mënyrë totale. Keni familje, keni punë. Jeni të detyruar të angazhoheni 100% në zgjidhjen e problemeve jetike që kemi gjithë si individ. Me dhe çfarë po bëni? Po gjeni kohë aty ku nuk keni kohë. Në mënyrë që t'jepi një farë mënyrë këtij komuniteti një mënyrë që një fokus diku tjetër, diku pozitiv, një aspekti pozitiv të jetës tyre, sepse nuk po flisim për asgjë që është jashtë normave, banal, detash, përkundrazi, po ngrini nivelin e bisedës në një rang të tillë që jep kuptim dhe domethënie jetës gjithë shqiptarëve këtu në emigracion, këtu në shtetin tonë, edhe për te shtetin tonë. Prandaj dhe unë kur shoh nuk ka kënaqësi më të madhe për mua sireni si tani unë njoh Manjolën më shumë nga gjithë ju tjerëve, edhe pse Gjoana e njoh për vitesh, njoh Elvizin për vitesh dhe kam lidhje familjare me të gjithë juve. Por në fund fare
nuk ka diçka që më jep mua më shumë personalisht kënaqësi se sa të shikoj shqiptarët e mi ata njerëz që njoh që ngren nivelin e bisedës, nivelin kulturor të komunitetit në një rang të ri. Si do arrim atë ndryshe përveç se po të kemi njerëz që sakrifikojnë nga jeta e tyre, që heqin kohë nga familja, nga puna, nga gjithçka, që në një farë mënyrë se kjo, unë di edhe diçka tjetër, që do të se po vazhdoj sepse ajo rakia jote më gaboi efektin. Çfarë shikoj unë? Shikoj faktin që di një të vërtet në bazë që është ju nuk po i paguan njëri për këtë punë. Kemë s'pa paguan njëri për punë, pargjoni shumë herë më shumë nga çfarë. Gjuana e më nuk pagu vetëm më paguan. Të Marko paguhet për atë pinën e tij. Edhe po paguajmë me ato me misenda rrethantore, ke parasysh. Këto janë zgjidhjet në rangun bazë, këto janë zgjidhjet që i kemi dhënë neve si komunitet, jo probleme, po në rrethanave tona, dhe si për aspektet e komunitetit tonë. Këta e shikojmë vazhdimisht në çdo aspekt mundshëm të jetës. Këto janë zgjidhjet që ofrojmë neve si komunitet edhe për komunitetin tonë mbar amerikan. Neve si shqiptar, ajo biseda që po bënim pak më parë në lidhje me shpenzimet që kemi në komunitetin tonë, lidhje me rrugë, infrastrukturë, vështirësitë ekonomike që përbojiton ky komunitet, me gjithë sfidat që kemi madhore në këtë komunitet, ne si shqiptar kam përshtypjen që kemi aftësinë të japim zgjidhje shumë interesante. Pse? Edhe kemi aftësi që ta bëjmë këtë vetvetio. Pse mendoj unë? Një nga arsyet që mendoj që kemi atë aftësi ta bëjmë është sepse neve vim nga një vend ku prej shumë vitesh kemi pasur aftësinë ballafaqohemi me korrupsion. Dhe dim të dallojmë kur ekziston, të vëmë gishtin dhe të themi që po kjo është ajo ideja. Kështu që unë kur them për shembull, të jap atë shembullin që përdor shembullin më parshëm, kur them që një komunitet që argjon me miliarda dollarë në vetvete, po në fund fare ka rrugë, ku që ne qëtë pesë këtu, kemi aftësi të themi që këto rrugët janë komplet jashtë normave. Ajo, ne mund të ankohemi për atë, po në fund fare neve si shqiptar ja vëmë gishtin se korrupsion. Sepse për hir të faktit që parkojmë shtëpitë në këto komunitete, në këto qytete ku i parkojmë, neve na marrin me mijëra dollar. Dhe pastaj për të rregulluar rrugët, për të mbajt shkollat, për të mbajt libraritë, më the tash. Po pastaj sa herë që duam bëjmë një rrugë, sa herë që duam ndërtojmë një shkollë, sa herë që duam të rregullojmë një librari, na thonë që do të rrisim taksat. Gjithë themi po shiro, ti po i merr parë. Po çfarë po i merr ato parë? Ku po i çon? Pse duhet parë të tjera për diçka që ti po e merr një herë? Ai është korrupsioni, nuk është një filozofi e madhe. Kjo është ideja ime dhe përgjigjja ime e pyetjes tënde që është shumë e vlerë. Janë kohë historike, duhen vendime historike. Janë kohë të jashtëzakonshme, duhen vendime të jashtëzakonshme, duhen njerëz jashtëzakonshëm. Edhe për unë jam me opinionet, dhe mbase unë jam bias në këtë pikë, po jam me opinionet që shqiptarët tanë janë njerëz jashtëzakonshëm. Dëgjoj, besoj edhe atë se na shqiptarët kena i fije mendojmë out of box. Nuk kena domethënë të çdona mi shoh edhe këtu, por të paktën ai brezi i jon që kena ardhur në ato vite, na kanë mësuar me zgjill, e jo me marr shabllon gjan si ta japin. Dhe për atë kisha bërë thirrje që Renisi ka të mendën tonë se shqiptari çdo që ti thosh tani ai ka zgjidhje. Gjithçka nuk ka gjë që nuk zgjidhet, domethënë. Po në farë eksperjenca jon këtu, ato na ka ballafaquar ato probleme, është dashur pa dashur që jemi dashur të japim zgjidhje. Edhe zgjidhje ku ti ke absolutisht drejt, ku s'kemi pas mbështetje përveç se vetes tonë. Detyrimisht, kështu që ke absolutisht drejt, jam shumë dakord. Renes, kam diçka tjetër se unë kam shumë që me folur për politikë. Të lutem. Po edhe unë. Po këto jena në podcastin e Gabum. Po. Përkundrazi. Mund të heqë misi me mënyrë gjithmonë, se ta marr mos ai ka politika. Pse? Po apo unë jam ekspert i politikë. Unë jam ajo pjesa e madhe e popullit që flasin për politikë ashtu si na vjen, ashtu si janë. Po. Por mendoj kisha dashur të bëj një pyetje, se unë kam shpreh disa herë në ato rrjete sociale të mia, një pyetje që gjithmonë më ka shqetësuar, e kam pas shef me apo njerëzve të cilët kanë një fije njohuri politike.
Shumica shqiptarëve në Shqipëri, sidomos, mendojnë gjithmonë, ka një 20-30 vjet që mendojnë që Amerika do në zgjidhë problemet, ambasada amerikane dhe Amerika do vinë, do na kapin të korruptumit, do na kapin hajdutat, do na shtrojnë rrugat me asfalt, do na bëjnë Amerika, do na bëjnë Amerika. Unë kam thënë gjithmonë që nëse shqiptari do ta bëjnë vetë, Amerika s'ka që na bën. Si është mendimi juaj këtu? Mbark, çfarë ti them asaj Felisari, s'kam asnjë gjë për të shtu. Unë do i vej thjesht pikën, ti je absolutisht drejt. Dhe unë thjesht të filozofoj kot si për asaj, kur jam dakord me ty 100%. Nuk vinë zgjidhjet e problemeve shqiptarëve, nuk vinë nga jashtë, përkundrazi. Edhe kur kanë ardhur nga jashtë, unë do të flas historikisht, sepse si apasionuar mbas historisë shqiptare, ashtu sikur se jemi të gjithë fundi fundit, po unë me një fije mbase më shumë, sepse kam shkuar në shkollë, kam pas paktën gjysmën e diplomës time e kam pas për histori, edhe kam pas pasion të veçantë për atë punë. Unë të them këtë, që edhe kur na ka ardhur ndihmë nga jashtë, nga ardhur nga shqiptarë të tjerë nga jashtë, s'na ka ardhur nga asnjë vend tjetër. Nuk ishte romunët që po na jepnin ndihmë neve, po ishin publikimet e shqiptarëve në Rumani që në një farë mënyrë nxirrnin me impression me shok, publikonin gjithçka që krijonin ata në mënyrë që të vinë ta sillnin mbrapa në Shqipëri. Po se nuk ishte Rumania, nuk ishte Egjipti, nuk ishte asnjë vend tjetër i botës, përkundër se shqiptarët tanë që bënë ata. Shi detyrimisht unë jam me opinionet që ti ke absolutisht drejt. Asnjë gjë nuk do të presim nga vendet e tjera, përkundrazi. Nuk ka asnjë gjë të keqe që kemi diplomaci të arritur në mënyrë që navigojmë, sepse jemi vend i vogël, në mënyrë që të bëjmë navigimin e duhur të çfarëdo lloj situate që të jetë në rangun internacional, por për te asaj, është krejtësisht e gabuar. Faleminderit se bashkohesh edhe me mendimin tim, unë kam shumë nevojë. Kollaja punë, sepse në tanja do në atë mirë në vendin tonë Shqipërisë, edhe tanë trojve shqiptarë që i kena, por është rëndësishme me pas elat se kena Amerikën, sepse Amerika është i vetmi shtet sot për sot demokrat dhe superfuqi botërore, absolutisht. Jo perfekti, por i marr ritmi, dhe ne jena me fat si shqiptarë që kena aleat Amerikën, për shumë arsye, jo vetëm gjeopolitike, por edhe ekonomike, sociale e një në tjetër. Mark, ka qenë një moment ku se ne flasim sot për komunitetin tonë, që për shumë arsye, që janë gjithë arsye me vlerë, se unë s'mu t'i luftoj, janë arsye me vlerë, por shumë nga anëtarët e komunitetit tonë janë tendojnë edhe janë nga ana republikane. Për shumë arsye. Janë vlerat familjare, më the tash pak rëndësi ka, edhe ato janë vlera që ne të gjithë i ndajmë, pak rëndësi kash, sepse janë vlera që i kemi sjell me vete, si kemi gjetë këtu, në fund fare. Jemi gjithë shqiptarë, në rrit nga prindë shqiptarë, në komunitet shqiptar, jemi një kom, një konservatore përpara se vinë në Amerikë. Absolutisht, edhe kemi një bisedë mbar kombëtare, me cilën bim dakord që të gjithë, që është baza jonë, para se të hedhim atë hapin e mëtejshëm. Kështu që është normale jo, po nga ana tjetër, edhe arsyeja çfarë bën mua demokrat, ke përsëri se nga herë se më bëjnë edhe këtë pyetje kështu, po pse ti demokrat? Edhe ajo është pyetje interesante, por nuk është pyetje pa vlerë. Përkundrazi, ne të gjithë kam përshtypjen se ekzistonte një moment në historinë e Shqipërisë ku ishim gjithë demokrat. Ishte momenti kur Bill Clinton lëshoi sa bomba aty në Kosovë. Ai ishte momenti. Ca nga ne ngelëm demokrat për asaj. Dhe vazhdojmë në një farë mënyrë të bashku. Kështu që këto janë momente të tilla që ne japin një farë mënyrë hapësira, këndvështrime që me të vërtetë ne japin vlerën ne si shqiptar. Nuk na ndryshojnë kush jemi, dallimet mes nesh janë zero në fund fare. Janë gjëra aspekte krejtësisht minimale, po janë të rëndësishme për ne që jemi i rëndësishme për ne ato gjëra që na bashkojnë, jo ato që na ndajnë. Shkojmë te ajo që thash në fillim që për ne është fat që Amerika është aleati jon. Absolutisht, sepse në pozicionin gjeografik që ka Shqipëria dhe me fshin, ne na shumë me fat dhe duhet me vazhdu, s'ka rëndësi cila parti duhet është në pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne duhet me vazhdu që të majmë do thonë marrëdhënie më të mira me Shtetet e Amerikës sepse ja kena edhe bërë. Po. Absolutisht. Do të një bisedë, bëra një bisedë me, ishte interesante, bëra një bisedë me Don Fred Kalaj, që është i prifti i Kishës. Dhe po bën një bisedë shumë të këndshme, me thënë të drejtën, në lidhje me atë punë, dhe Don Fredi më tha, edhe nuk ishte në konfidencë, që në kurse po thye konfidenca për kontrazi. Po bën në bisedë si për lidhje me aspektet e partijake, Don Fredi bërë një koment shumë interesant për mua, dhe me vërtet ja vlerësova, ai është një shumë i ditur, i logjikshëm, i mbreslianës. Don Fredi tha këta,
Tha, shiko dhe, nga i herë, tha, neve, tha, në Kekisha, tha, në vinë, tha, nga gjithdo aspekti mundshëm politik, tha, në gjithë rangut. Qoftë Republikan, qoftë Demokrat, tha, po, çfarë është roli im, roli jonë Kekisha? Roli jonë është që një farë mënyrë është në aspektin shpirtëror. Neve, fokusi jonë si kish është ke shpirti njerëzve, dhe duam që njerëzit jetojnë jetë morale, jetë me bazat shëndosha morale, jetë familjare, ndihmojnë njerëz të tyre, të jenë pjesë e komunitetit, të jenë dobishëm në jetë. Ato janë pa dallim politik. Po. Që pa rëndësi ka çfarë preferojmë neve nga njëra ana se nga tjetra. Rëndësishme është që njerëzit jetojnë këto jetësh. Domethënë se edhe mua ajo më bëri shumë përshtypje. Bëri shumë përshtypje sepse aq sa është e thjeshtë, aq është edhe domethënëse. Aq është edhe me vërtet e thellë në opinion diçka që unë i dash vlerë personalisht. Dhe në fund fare, prandaj them jam dakord me ty 100% që këto janë vërtetat tona në fund fare. Ernest, të shohëm një herë përpara se më njolla Gjonat bën ata pyetjet e fundit ndoshta. Kam qenë të shkputim pak kjo biseda jonë, Oda Podcast një veti fije për nostalgji. Po. Sepse emigrantët kanë mall dhe nostalgji për vendin tonë. Ju ata që në fillim që keni në moshën 17 vjeçare. Do të thonë fëmijë dhe i ri. Dy atë moshat më janë ata ajo moshë. Qa më në vend ti nga rinia jote, nga fëminia jote në Shqipëri, gjanat më nostalgjike, apo gjanat lojnat, apo ushimet, apo shoqënia që i pas, do t'ishte këngë nësi për kjo është pyetje gjatë, kjo është një gjatë. Unë jam lindër në Tiranë, edhe po familjen e kemi origjinë nga Vlora, edhe kemi pas shumë familje në Vlora, shkonim me pushime në Vlorë, dënë verë për verë, si kishim gjithë në Kalamajq, kur në duke se na hiqin nga shtëpia, thjesht shkonim prej nesh. Por nostalgjia e Shqipërisë është interesante. Edhe neve gjithë emigrant kur kthehemi mbrapa në Shqipëri kërkojmë një farë mënyre ato gjëra që kjo është kujtimet që nga i herë nuk i gjejmë dot më aty. Unë kam pas edhe në Tiranë në shkolla, i ditë të them këto, dhe janë sa gjëra që nuk kam vajta gjeja të këndin e lërëve që kishim nga rrugë Elbasanit. Unë jam rritë nga rrugë Elbasanit dhe pasaj më vonë kam qenë nga Tirana re. Vajta gjeja të këndin e lërëve ke Elbasanit, i kishin heqe, kishin hagër, kishin vërë një kull atje, që kulla ishe mrekullueshme, po... Si që këndin e lërëve. Si që këndin e lërëve, zdo këndin e lërëve ishe i gjë lodhme, s'kishe asi pem aty që në në zezë, por edhe një farë mënyrë atë janë ato nostalgjitë e fëmijërisë, më vonë pastaj kam jetuar ke Tirana re. Fatë mirësisht për më, të pak në akoma sot e sa ditë, ai stadiumi Dinamo është një lloj siç e kisha lënë unë. Edhe kur shkon atje, edhe pse e shefim edhe këtë vështrimin e si është Tirana sot, që është Tiranë krejtësisht ndryshe nga ai që kam lënë unë në të shtatën. Në të shtatë është barake mas barake, ke parasysh ishte lana e mbushme plot me barake. Kjo s'ka me barake. Edhe sot ajo Tirana re një farë mënyrë edhe pse është zhvilluar tej mase, duhet që se ekziston ai, ne kishim një ato shtëpi dy kat që mu ke studi skulptorëve që është afër stadiumit Dinamo. Aty ka ndryshuar, por nuk ka ndryshuar ca nga ato kanë mbetur akoma një lloj. Edhe asaj ja vlerë. Ndërsa për shkak kur shkojmë Vlorë, që kur shkoj ke shtëpia e gjyshëve, të kaloj aty, se orientohem dot. Ka ndryshuar dot. Edhe ajo është një farë mënyrë, aq sa është të lë mbresa pozitive, të mbet ke nostalgji për ato dhe nuk e gjen dot, po të lë mbresa shumë pozitive. Shqipëria dhe përparimi i Shqipërisë normalisht është s'ka nevojë ta them unë se është një ide origjinale, po përparimi i Shqipërisë është stratosferike dhe ajo është diçka e nevojshme dhe shoqërisë që e kemi. Tjetra që kam pasur, ta them edhe këtë, edhe kjo më kanë qenë gjithmonë interesante. Unë kam qenë i vogël, kam qenë usmura dikur kur isha një 6 vjeç, 7 vjeç, çka tillë. Dhe se di çfarë smundje ishte, po doktori i tha familjes që duhet të shkojnë klim malore, në mënyrë që të ketë ajër të pastë dhe do kurohet majs. Ato është kurimet e Shqipërisë, zotë më vesh, ke pasur. Edhe më çon, unë kisha hallën time dhe fëmijët e saj, familjen e saj kisha në Korç. I thonin Korç dhe shkojnë, më çojnë në Korç dhe do që ishin gjithë ata ishin pak më ndese unë moshë dhe fëmia djali i vogël që ishte Kryshërim Gjergji ishte pak më mas se unë, ishin dhe gjithë fëmijët ishin më ndese unë isha në Parajs, ke pasur rashin Kryshëri dhe nuk doja t'i ke për qamë vetëm lanë aty një 6 muaj. Pushimet, absolutisht. Edhe deri aty 6 muaj u shërova, sepse normalisht ata shqiptarë më konin, kam hangër vetëm Pyrex, o nënë zez, ke pasur. Edhe që atëherë, flasim për nostalgji, më kanë ngellin men e eksperiencë, edhe më kanë ngellin men
si diçka krejtësisht jashtë në mënyrë shumë interesante, që edhe pse e di sot që nuk është e vërtet, ky është besimi im. Kur shkoj, sa herë që jam në Shqipëri, edhe opinioni im modest është që po shkosh në Korç, shkosh me zosh, shko me korçarë ti shërosh. Edhe më kanë gjenë sot e kësaj dite ajo. Dhe nga ana tjetër pasaj po kjo është nostalgji tani jetës amerikane, nga ana tjetër është ajo që folën më parë. Unë mendoj që po të shkosh ti jetosh me Shkodranët, shërosh gjithashtu. Prandaj unë kam parë sot tu po shërosh. Unë jam dakord me që the për korçar, se unë për natë shkoj në shtëpi e shëroj dhe kam nusë korçar. Por më ardhi mirë që e përshkruaj fije edhe fëminin tonë, sepse na emigrantat sidomos e vuj më shumë. S'ka nësi që farë statusit marrim gjatë jetës, në fushat ndryshme punës apo të profesioneve, por fëminia është ajo që na kthen mrapa dhe aty kena marrë karakterin, kena marrë kujtimet, kena marrë pjekurin, edhe Shqipënia për fatin tonë të mirë na ka dhënë një diçka që nuk e mendoj asnjë vend tjetër se na kishte dhënë si Shqipënia. Prandaj jena me fat. Është vërtet. Është absolutisht vërtet. Jemi shumë me fat. Unë dishta edhe një pyetje me që të shëllë episodit, po i vjen fundit se na u kënaqsh me shumë. Edhe ti e Marko edhe më shumë, se unë e Manjola ina çuvesh me ujë. Por fol me për të kthena komunitetit, fol me për komunitetin që ne kena një komunitet të Michigan që mbështet shumë në forma të ndryshme. Dhe për fushatën jam e sigurt dhe shpresoj që keni pas një mbështetje të mirë field. Pyetja jeme është si mendoni se sa e vlerësojnë shqiptarët privilegjin e votës, sepse ne mbështesim në për fushata, dalim, me flamoj, me gjana, por kur vjen puna që me votu, shpesh herë ndoshta jena dhe zanën. Sa është ditë e dile, po jo po shkojmë kish, jo po sot jam me familjen, jo po kam ditë linjen, edhe qesim kështu justifikimesh, sa e vlerësojmë na, sepse është mirë që mbështesim shqiptarin gjatë fushatës e gjithçka tjetër, po ajo është ajo data kryesore që ne të tregojmë mbështetjen tonë totale. Gjaja ti po këngë të mia. Je perfect. Shiko, edhe do të japi përgjigje të gjerë. Mbështetja e shqiptarëve ka qenë, mua më kanë ngrof zemër në fund fare. Edhe në farë mënyrë, po nuk jam habit. Nuk ishte as shokuese as e papritur, përkundrazi. Në fund fare unë e dija që ditën e parë që kam qenë juridik, që do punoja për veten time, që do isha avokat, do punoja me vete. Që ishte dhe një farë mënyrë diçka e vështirë, dhe shokët e mi me cilët shkojen që bëja jurisprudencë ishin shudu se punoshti për vete, ke pasysh ku të gjesh biznesin dhe ashtu. Llogaria ime ishte që shqiptarët tanë do mbështesin në mënyrë tillë, kishim aq shqiptar vërdall, pse atëherë ishte mbas shumë fakt në ç'kemi sot. Po kishim aq shqiptar vërdall, edhe ata do vinin tek zyra ime thjesht prej faktit se jam shqiptar, asnjë arsye tjetër, se kur sapo del nga shkolla ç'a dija unë si lidhet përfaqësoja me komunitetin tonë. Përkundrazi. Kishte shumë avokat më mirë ku më shkoja. Po mbështetje ishte aty. E njëjta llogari, edhe ajo llogari doli 100% edhe normalisht arsye pse unë jam edhe kjo s'është mburrje, është thjesht një realitet. Jam i suksesshëm në biznes dhe në praktikë si avokat prej shqiptarëve. E njëjta analizë është ajo që kam bërë në lidhje me fushatën politike sot. Në ky komunitet unë jam opinionoj që të mbështesi totalisht, pa dallim feje krajnë ide, thjesht prej faktit se jam shqiptar dhe ajo ka vlerë. Dhe unë jam i sigurt që dihem edhe e shikoj ato në mbështetjen ekonomike, gjatë kontributeve, për hir të kontributeve që bën shqiptarët gjatë fushatës, për aktivitetet, pjesëmarrjen që kanë çdo aktivitet që kam unë. Janë aty gjithmonë. Unë s'kam asnjë ankesë përkundrazi, kam vetëm komplimentat dhe falënderime. Kur vjen puna ke vota, ti i hera kokrës. Nganjëherë, edhe nuk është as nuk do të thosha që është as nuk është se jemi është debeles, përkundrazi, ke parasysh në jo, ne thash në një kuptim shumë po, ke 100% drejt. Është çfarë ndodh, kam përshtypjen, edhe pyetja jote e jep përgjigjen vetë jo. Çfarë ndodh është që nganjëherë, duke qenë se nuk jemi pjesë e këtij aspekti, kemi qenë pjesë e këtij aspekti, nuk është pjesë e kulturës tonë të emigrantit këtu, që të kemi marrim pjesë ke votimet, ke aspektet politike të jetës amerikane, ajo pasaj bëhet në një farë mënyrë hyn në kompeticion me vetveten, edhe vendimarrja bëhet pak më komplikuar. Në qoftë se neve do kishim një komunitet
që është i angazhuar politikisht gjatë vitit kaos, ku në çdo mbrëmje që neve marrim pjesë, kemi kandidat politik që vinë dhe kërkojnë votën, kërkojnë mbështetjen tonë. Kjo përsërish do të ishte mësuar. Nëse do votoje sot, do votoje për Renisin sepse njeh Renisin. Nesër do të vi dikush tjetër, qoftë edhe amerikan, sepse po flasim për shqiptarë sot, po qoftë edhe amerikan, kërkon votën për ty. Ta dëgjojmë, çfarë thot për ne, për mbështetjen tonë, në farë mirë do krijosh një farë marrëdhënie me të. Ne se kemi pas këtë. Se kemi pas dhe vazhdojmë mos ta kemi. Do të jap një shembull, është pak, ai sa është shembull jo se është banal, por është në shembull më i thjeshtë nga ç'duhet, po shumë mua bëri përshtypje personalisht. Kam përshtypjen që aktiviteti social më i rëndësishëm i këtij komuniteti dhe më i organizuar më mirë nga ç'kam parë unë deri më sot, në aspektin jashtë feve, kam fjalën, është ajo Gjergj Kastriolli Scholarship Fund. Është diçka temasë pozitive. Gjithë parat që merren nga komuniteti i shkojnë studentëve tanë. Një farë çfarë bëjnë, i shkojnë të ardhmes. Kësaj radhe që ishim këtë vit, unë isha prezant. Isha unë, isha Suzana, isha dhe Roberti. Ishte një oportunitet për mendimin tim personal. Ishte një oportunitet i vyer që të kishim prezantime prej kandidatëve në politik në një eveniment tillë, që kishim mbushur plot me shqiptarë, është tema e suksesshëm. Kjo nuk u krye. Pse nuk u krye? Për arsye të ndryshme, por në fund fare opinioni i organizatorëve ishte që nuk duhet të gatrojmë politikën me jetën studentore më të tash. E di çfarë ndodh në çdo komunitet tjetër? Ekskluzivisht angazhohen të dyja. Ftohen politikanët aty. Pse? Sepse je vlerë evenimentit vet, je vlerë komunitetit në mënyrë që të kërkojnë votën, të kërkojnë supportin. Ajo është diçka e rëndësishme. Neve këtë se kemi, s'na shkruar pjesëkulturës. Dhe unë uroj që këto kandidatura që kemi sot dhe gjithë ato që do vijnë nga mbrapa, do japin komunitetit tonë këtë oportunitet që të kërkojmë llogari ke politikanët që na duan votën. Ti sillim mrena, ta thonë çfarë planesh kanë për neve, për komunitetin tonë, edhe të thonë që okay, të bëjnë atë analizë që bëra më parë, se çdo fusha politike ka 3 baza. E para është unë e di që janë problemet e komunitetit. Këto të çdo politikan. E dyta është, unë di të zgjidh problemet, kam edhe zgjidhje për gjitha problemet e komunitetit. E treta është, po të më shikosh historinë time, që kam bën nga mbrapa, ti do të krijosh besimin që unë këto zgjidhje që po të ofroj, do t'i kryej, do t'i arrijm, do t'i realizoj. Kjo është çdo fushat. Atëherë ne duhet të dëgjojmë këto 3 pika, duhet të dëgjojmë nga çdo person që do votën tonë. Pakëndsi ka janë shqiptar, italian, grek, serb, amerikan, kushdo që tjetë. Po t'ja krijojmë këtë oportunitet vetvetes që e ka çdo komunitet tjetër, sepse unë shkoj tani trokas der më der. Kam shkuar në çdo qoshe, indian, në Bangladesh, kudo. Gjithë ata e presin. Këta tanët i duket çudi nganjëherë. Pse? Sepse se kemi pas të. Kështu që pyetja është shumë e vlerë, edhe ka përshtypjen që kjo është arsye, ose konstatimi im është që kjo është arsye, edhe ne duhet të bëjmë ndër vetes. Duhet të japim vetes oportunitetin që të sillim këta njerëz mrena. Nërsa unë du me ju bashku kësaj pyetjes Joanës edhe përgjigjes tënde me një ndoshta ka me kënë pak shumë banale krahasimi, por kisha thënë kush e zerr gomarin prej bartet. I zoti apo jo? Kush i din problemet më mirë se një që është i komunitetit tonë? S'mundet me kënë më thënë një tjetër për me thënë se ku që janë hallet e shqiptarve. Ja, shortat. Tesh, në që ose do në dikush me në zerë prej baltet, dëm dikush me në allan dorën, ma mirë se Joni, si Renisi, si Suzana, si Roberti, s'mundet me e bakush tjetër. Kështu që fjalt e shumë të janë fukaralle, ka kënë edhe jo shprehja tjetër, dhe kam edhe një pak si vërejtje për komunitetin tonë. Okej, pranem gjitha. Jo, se sa jena të bashkum, kur arrim në një pik, e kena edhe pak xhelozi për njëri tjetrin. Fatkeqësisht. Kjo noll në shumë raste edhe i xhelozojmë njerëzit, sepse Farë shqyqyshës ka kur xhelozi për podcastin tonë. Ja, përdoni. S'keni kompeticion. S'keni kompeticion. Kena xhelozi.
Vjen pak më. Ja, nuk ka. Po jo, disha me thënë më atë se prima nuk jena për në podcastin tonë për njerëz të politikës. Na me të vërtetë erdhe je pjesë e politikës, po na u kënaqem me muhabet. Domethënë, mundesh nuk kena pse me gjyku edhe në një mramje apo në një gjë, thjesht për me njoft kush është Renisi, kush është X, kush është Y, nuk ka nevojë për me fol për politikë. Domethënë, nëse na ndryshojmë pak këndin e vështrimit, gjërat do shkoshin ma lehtë, ma smooth, domethënë si është ajo se sa të gjykojmë, ja po zona me politikë, jo, nuk jemi për politikë, po të e njoft Renisin, të njoft Manjolën, Markun apo Gjoan, kushdo që tjetë ai person, ndoshta edhe atë gjykimin edhe atë ditë natë që ona ma lehtë. Prej gjumit. Absolutisht. Jam 100% dakord. Ditët e këtë edhe e kam pjesë në kuptimit tim edhe kjo është mënyra kushdo që do shikoj këtë podcast më ka parë kur flas kur jam në evente ndryshme gjatë komunitetit, do e di që kjo është e vërtetë. Kurdo që shkoj, e kam më të kollajt që të flas për gjithçka tjetër përveç për politikës. Edhe jam në opinionin që duhet thjesht të prezantohem ata që s'njoh, edhe unë kudo që hyj, se jam e fat, njoh shumë nga komuniteti jam. Po jemi shumë këtu, që njoh ka shumë që nuk njoh. Po në fund fare kur prezantohem, kam më të kollajt të prezantohem si Renisi me gjithçka tjetër që bëj në jetë. Edhe jo si Renisi që po shkon për politikë. Tani e përmend atë që po shkoj për televizion, po nuk duhet dish këtë për mua. Duhet dish jam fakti që jam, çfarë avokat, jam baba, jam prind, jam në të tash me radhë çfarë që ata. Edhe për atë arsye. Kështu që jam 100% me ty përkundrazi, edhe jam i opinionit që nganjëherë edhe ca nga këta miqtan nganjëherë trashin pak më shumë nga ç'duhet në aspektet politike. Është kollajt është se termi jot unë jam dakord edhe se përdor shpesh. Është banale të fillosh flasësh për vetë, thosh unë kshu, unë ashtu. Historiku i çdo individi tregon flet për vetën e vet. S'ka nevojë, dhe këtë ke drejt. Vetët e vërtetë for Karallak. Në fund fare, neve do arrim ato gjëra që duhet arrim në bazë të një koncepti bazë. Në qoftë se jemi aq të përgatitur sa mendojmë që jemi, qoftë se jemi aq zgjuar, aq të arritur, aq me domethënie, nëse filozofia jon politike apo ideologjike është aq e saktë, është e pavitueshme fitoria. Në qoftë se nuk fitojmë, do të thotë që kemi një problem diku. Ose ndoshta mund të jenë problemet e votuesit, sepse nuk shkojnë me votu. Kështu që mos ja vëni gjithmonë vetes. Po shpresojmë, nëse ajo gjë, shpresojmë që ne të punojmë me votuesat. Ti ke ndonjë sepse unë e llogaris në bazë punës time si avokat. Thënë nga herë shikoj, nëse jam avokat aq i mirë sa mendoj që jam, edhe kam qenë ai student aq i mirë sa mendoj, do jap zgjidhjen problemet çdo që tjetë. Po nganjëherë ka probleme që nuk kanë zgjidhje me to, ndaj. Po më jep shumë më madhe klienti, Dhe është më diftu një kuriozitet vogël, më kthyn në fillim të episodit. Kishe një menjohje për familjen e Viktor dhe Liliana Lex. Unë me vajzat e Viktorit dhe Lilianës kom kanë në gjimnaz. Kam parë shoqe, Sonin Eka edhe Sonilen. Klodia kanë më vogël. Dhe janë prej një familje shumë vallore, një familje e mirë bujare. Që jo vetëm ju, por shumë shkodarë dhe njerëz tjerë që kam taku, kanë gjetë nime në familje tyne dhe janë për ti admiru. Unë si shasi parja si funit nga e familje që kam aty. Përkundrazi. Kishe shumë parametri shumë mas meja. Tash pyetja e fundit e me është atë pëlqej rakia. Nuk po them çfarë numri e pasi ka gjithë. Kjo ishte rakia ba me Primarko. Ne thojmë Ballkazanit. Ai thotë kurse herën tjetër unë Manjola kjo baklav unë grek. Do ta festoj. Do ta festojmë atë fitoren shqiptarshe. Faleminderit, çka. Unë nuk e di çfarë numri ishte ky në ato. Në si më pres për se marrova. Mas gjithë këtyre gotave nuk ju vëm faqe nuk e dini numër. Jo, ne bëj shaka pa. Po ne do marrë premend. Ja. Do merresh e gojën. Ne me të vërtetë e shijume këtë bisedë edhe të falenderoj më një herë që ishe pjesa e Uda Podcast, duke të ru fitore për vete dhe për gjithë ne, komunitetin ton shqiptar.
Faleminderit edhe një herë që pranove ftesën. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Dhe suksese dhe urimet do t'i thojmë në gusht, por do t'i thojmë, sepse sikur tha që je shumë njëri pozitiv, edhe unë kam qejf me në pozitivitisht, edhe do të fitosh. Është e pa diskutueshme. Tash ke një dy kështu premtime me ba. Do na vesh kur të bash ashtu i mallëse. Grada, edhe pastaj vin mojtë. Kur të bëhet ashtu do shkojmë ne atje. Për kënaqësi. Persone mendoj që pavarësisht rezultatit të votimeve, ti je fitues, qysh sot, sepse po ta shohim hall shqiptar nuk kanë pas kur anar ose ka një anar e pa imagjinueshme me në Amerikë dhe me hinë një fushat politike të konkurrosh me Amerikan për senatin e një shteti shumë të rëndësishëm siç është Michigani. Pra për mendimin tim ju jeni fitues që në këtë moment kjo është një aftësi e jotja, është aftësi që na tan shqiptarët krenona me ty dhe e shijoj. Faleminderit. Është kënaqësi dhe privilegj. Faleminderit shumë që të katërve juve, treve juve këtu dhe visit përballë. Për ftesën nuk mund t'ja kisha kaluar më mirë përkundrazi, e nuk mund të qenë një orë më e këndshme se sa kjo. Dola tamam aty si unive se në përgjithësi. Atë pra ju përgjigje pyet, dallohesh që je avokat. Ju përgjigje pyetjes, unë pa pyet. Dhe kjo është pyetja që i bëjmë gjithmonë ftuame si unive këtu. Dhe ti ju përgjigje pyetjes. Shumë faleminderit. S'di të bëj komplimenta, më të ndaja se këto që kam bërë deri tani. Po vjen do të jep me kënaqësi. Edhe një mesazh për trit, për trit një, edhe për ato që do dalin me votu me 4 gusht. Ne jemi me fat se kemi gjithë fëmijë, fëmijët e mi janë pak më të ri se fëmijët tuaj, por jemi me fat që i kemi, jemi krenar që i kemi dhe shoqërizor që i kemi rritë në këtë vend, edhe që një farë mënyrë do japin kontributin e tyre tani që hyn në jetë. Në bazë moshave të tyre do japin kontributin e tyre në këtë shoqëri, për cilën neve çet 5 neve po luftojmë, ditë për ditë, në mënyrë që të përmirësojmë nivelin e shoqërisë, në mënyrë që të japim vlerë jetës tonë. Të rinjtë tanë shqiptar kanë vlera të mahnitshme. Ato po rriten me gjithë mirat e të qenërit shqiptar, të rritur nga prindër shqiptar, me dhe gjithë mirat e të qenërit të lindur në Amerikë dhe të rritur si amerikan. Detyrimisht unë kam asnjë këshill për ata, përkundrazi, kam vetëm urimet më të mira për ata, janë gjëra me vërtetë me vlerë. Dhe kam vetëm një kërkesë për ata, shkruan si vajtë xhana si është 19 pjesë. Duhet të regjistrojnë votojnë dhe votojnë për neve si gjithë me shqiptarët. Patjetër. Faleminderit. Unë derisa me fol vetëm pak sekonda me ato që na njekun gjithmonë në rrjetet sociale, mi faleminderit shumë që na bani komente, sidomos ata që bani komente për Gjoanin, për Manjonin, se mu bani komente shumë pak, po prap ata pak që bani, ja di shumë për ne. E ju uroj të natë mirat ju dhe familjeve tuaja kudo që t'jeni, tanë shqiptarëve në përbot, po sidomos edhe emigrantëve që ne na merr shumë malli për vendin tonë. Shifemi në episodin tjetër, faleminderit që na keni ndjekur. Emisioni toni erdhi fundi, ne i prova dhe ne tjerëve. Unë e kaj vatë që kërë. Emisioni të erdhi fundi. Sinqerisht uroj me gjithë zemër që të tanë të suportojmë Renisin, dhe jo vetëm të suportojmë, po pa me kenë vetëm në që jena i to në Michigan edhe në zonën, distriktin e Renisit, mundëna për me pas Renisin aty ku në dona për me e pa në senatin e Michiganit. Me gjithë zemër, faleminderit që jeni pjesë e jona, edhe kena me pas prapë Renisin këtu. Mandina kena përmend me bë gëzuar me shampanjë. Faleminderit, tamam. Pra dhe një herë nga 5 shqiptar këtu, për jugut, në veri, në Oda Podcast, i urojmë gjithë mirat dhe duke i uru edhe Renisit fitore. Faleminderit. Shumë faleminderit. Natë e mirë. Mirëpafshim.